Atëherë, banor, duke qenë në një televotim për finalistin e dytë, vëllai i madh i jep mundësinë Eglit dhe Laertit të ulen përballë jush dhe të përgjigjen të gjithë pyetjeve që ju keni për rrugtimin e tyre. Normalisht radhën e pyetjeve kemi sipas kahut orar, kështu që e nis Lori. E me radhë. Nga një pyetje për të gjithë, Okej. Nga një pyetje nga të gjithë, së mund të jenë edhe dy pyetje, mund të ketë, po ideja është që të respektojmë radhën. Nëse unë e mbaroj pyetjen time të parë, do pres radhën për pyetjen e dytë. Sa do zgjasi si? Në varësi të pyetjeve dhe të përgjigjeve. Se ju se bët, shu që se di. Pra, është rasti pa precedent në shtëpi. Deri në prajmë. E kemi pas dhe njërë tjetër, ka qenë Egli me Xumin. Me Xumin, po. Kështu që nuk është rasti Pra, pa kemi precedent. patur vetëm një herë. Jo. Them Rozi me Gertë nuk e bërë. Nga një, do me thënë, Kemi ishim për finalist. nuk kemi patur nga një pyetje, po Këtu s'është eliminim. nuk kemi rikthyer më pyetjeve. Do me thënë, nëse i ka mbaruar unë pyetjet, ka vazhduar gjesti. Prandaj do ta sqarosh. Sa do pyetje kam përshtypjen se është e logjikshme, nuk ka nevojë ta sqaroj, se me një tek pyetje nuk do e mbyllim. Si konferencë shtypi. Shkoj edhe pyes se Që s'bën një pyetje, po më bërë Vite. pyetje. Prandaj quhet konferencë shtypi. Deri sa skemu. Haj. Ja të vije dhe Danja se ka shku të vllai i madh. Po. Vetëm kur jam unë për të kokë më kokë. Këto konferencat vërtet. Se dhe me Xumin ke qenë. Po. Kush ka qenë tjetër kokë? Kishte asnjëri. Se di vllai i madh, çfarë. Po ndoshta nuk shpreh shumë, ndoshta nga që nuk shpreh shumë Egli. Jo, mua më ka dalë nami që unë flas më shumë nga të gjithë. Jo, nuk shpreh, ti flet, po. Ndajeni tani. Që fletja të mbaje. Po pra. Ka dalë name që flet 40 minuta e s'thua asgjë. Duhet ta ndani ju. Pikërisht. Se tema zgjaha diskutim pastaj se. Ndoshta nuk flet Vetëm ti e shumë. ke thënë deri tani. Tjetër bën, jemi dakord të gjithë. Ose ju këtu brenda se ju intereson. Se të tjerë, Ne vedim për çfarë shkojmë me tanjë të kemi këtu. Ata të tjerë që të shikojnë. Lori nuk e di pse futesh kudo, nuk po flas me ty, faleminderit. Jo, me qira llafi. Ç'kemi hequr me ty, mund të themi që tjetër thua e tjetër bën. Po që e thua shumë bukur atë që thua. Ka lezet për tjerët. Si e saj nëse Po, Lori. si kallzon kam të veta. Okej. Dhe rrugën nga përshkon po. Po s'na jedh dot, pa mirë. Nuk e di pse je njëri tjetër kur flet vetëm me mua dhe njëri tjetër në living, po le të rrjedh jeta. Do rrjedhi. Pauze. Se kështu e ka shkruar. Këto fytyrat, një këtë. Perëndia. Mirë është bash një. Bravo. Ulu dhjetë. Ti lart ta menon që u zgjosh në finale? Se përpyetje ke. Jo. Jo. Ti Egla menon që është finale Loredana? Ja. Mendon Laertin. Ata ju mendon Laertin. A menon se këta si çift shkojnë ditë në finale? Kur? Vazhdoni ulni ngrini ju se ju be vendosni. Ai që gjesit i ka dalë boja që i nuj. A menon? A menon të... Ti gjithë pse e mendon Laertin finale? Pyetje deri sa mendoni ju, pra është pyetje sa ju keni. Gjithmonë me radhë. Nga një pyetje për Mund keni 2, 3 deri në 4 pyetje. Do vazhdojmë nga 1 deri në 4 pyetje po sot.
Qartë, e kuptuar. Unë kam të njëjtën për të dy. Për këdo që ti ke pyetje. Unë kam të njëjtat për të dy. Diçka më serioze. E para është Ja ta dëgjojmë. pse e meriton pikërisht ti apo ti finalen. Edhe Si the Lori? pse meritoni, pse mendoni meritoni finalen. Okej. Edhe çfarë do ndryshonit në rrugtimin juaj? Okej. Sa mendoni keni bërë në diçka gabim që ju ka penalizuar si gjatë të rrugtimit apo në një X situatë që e rëndomt, le të themi. Pra pse meritoj të shkoj unë? Pse mendon, domethënë? Që e meriton, ti je finalist. Pra, pse mendoj që e meritoj Po, më fal. dhe pse mendoj që nuk e meritoj? Jo, dhe cila situatë, Si tha? shtë? Çfarë do ndryshoj? Pra, pse di, Çfarë do ndryshoje? pse o Gerta, po flet lere. Pse mendoj, pse e meritoj unë që të shkoj në finale dhe çfarë do ndryshoja nga rrugtimi? Okej, dakor. Unë mendoj që e meritoj të shkoj në finale për arsyet e më poshtme. E para, kam bërë një Big Brother deri tani pa patur asnjë lloj nga ajo që quhet strategji apo skema të ndryshme, të cilat shpeshherë kemi dëgjuar në shtëpi, madje edhe kur janë zbuluar, janë justifikuar me ishte loj, apo doja të të provokoja, apo doja të shifja reagimin tënë. Unë s'kam pas një rrugtim të tillë. E dyta, përse meritoj të shkoj në finale, unë nuk është se, megjithëse jam përballë Eglit, unë nuk e kam lënë shtëpinë dhe të rikthehem në shtëpi, duke patur minimumi një periudhë rikuperimi jashtë, se sa informacion nuk e di ma të gjë, e di vetëm Egli. Pa, kjo është ndryshimi tjetër, i dyti, që mendoj se e përligj të shkoj në finale. E treta është sepse situatat e mia në shtëpi kanë qenë përballje organike dhe nuk kanë qenë situatat të cilat kam pritur derisa të realizohet një plan që të arrim deri te përplasja. Në qoftë se do më lejohet, mund të them që rrugtimi im në shtëpi mund më ketë nisur me ndoshta edhe me një lloj agresiviteti që ka ardhur dal nga dal duke punuar me veten time me një vetë përmbajtje të arri në pikën që të kontrolloj pak minimumi të bërtiturat kur jam i tensionuar. Pastaj pjesa tjetër ka të bëjë me çfarë kam sjellur unë në këtë shtëpi, minimumi njohurit, ku edhe te njohurit e përgjithshme ishi dëshmitar që dola fitues dhe diçka që vetë shtëpia ma ka dhënë është që të lloj epiteteve kur u votua se kush ka karakteristikat e një lideri, shumica ishte pro meje. Në qoftë se do ndryshoja diçka nga rrugtimi im, është Të ka ngënjur, ma. Urdhro? Ose s'ke drejt më u përgjigj. S'ka gjë, vazhdo. Tashi, po do të ruajmë një lloj etike në rregull, po do ta bëjmë si në parlamentin ton që dizet dhe zjarë do njerë, e bëjmë. Në qoftë se do ndryshoja diçka në gjithë rrugtimin tim, është se, dhe një arsye tjetër është, unë kam ardhur këtu si që thot populli sefte, nuk e njoh formatin. Do mi thonë jam rritur brenda formatit në rrugtimin tim. Në këto, sot është dita 107. Nëse do ndryshoja diçka, doja të mos isha shprehur në disa çaste me ndonjë fjalë që nuk i përket etikës së një formati në një televizion kombëtar. Mund të më ketë rrëshqitur apo do një veprim, si në rastin me Gertën, që nuk ka qenë i qëllimt, por ja që gabime bëhen. Këto. Ekli? Jam në rregull.
Së pari njëherë mendoj që e meritoj finalen, sepse më vjen turp të jem në finale. Kjo është arsyeja parsorë, sepse që ti jesh në finale, normalisht të gjithë do të komentojnë që ke bërë një lojë, dhe ke bërë lojë të fortë derisa ke shkuar në finale. Dhe për mua asnjë ditë këtu e jetës time nuk ka qenë lojë. Njësoj si Laerti, edhe unë nuk jam ndonjë studiuese e madhe e këtij formati. Kam ndjekur tek këtu prime të edicioneve të kaluara, patjetër kam njohur personazhet, e kam ditur kush ka qenë brenda në shtëpi. Por vetëm kaq jam mbledhur me familjen time dhe mund të kem parë shkarazi primet. Në aspekt tjetër nuk kam studiuar asnjëherë një lojë këtu brenda, një strategji apo diçka. Dhe kjo ka qenë fakt pikpyetja më e madhe dhe frika më e madhe përpara se të vi këtu. Dhe prandaj në disa edicione kam thënë jo me një ngulm të paparë, sepse kam patur frikë ta shoh veten time këtu brenda dhe kam menduar që nuk është një format që unë mundem ta përballoj dot duke qenë shumë natyrë emocionale. Dhe pak impulsive. Për mua ka qenë një surprizë i gjithë rrugtimi, me të gjitha të mirat e mia, me të gjithë shpalosjen e anës time artistike, me gjithë shpalosjen e anës time të informacionit, ma është informacion sa më kam arritur të kem deri në këto 28 vite që kam, përgatitjen time, në anën emocionale, në gjithë momentet kur kam vendosur pikat mbi i për veten time, në gjithë momentet që kam treguar se si unë jam kur e dua diçka dhe kur nuk e dua diçka në jetën time, sa e vendosur dhe sa luftarake për të. Gjithashtu për sa i përket daljes time nga shtëpia, me sa kujtoj edhe në zarf, ka qenë që dalja është vendosur bashkarisht me produksionin për arsye shëndetësore. Kështu që mendoj që koha e rikuperimit nuk ka qenë ndonjë kohë për tu përmendur këtu brenda, ka qenë rreth një javë kohë. Mendoj që meritoja patjetër të kthehesha sepse ka qenë edhe vendimi publikut që unë dhe dashuria e tyre që unë të jem këtu brenda. Gjithashtu mendoj që i kam përballuar të gjithë sulmin, ofendimet, denigrimet dhe debatet pa çeduar në diçka fizike apo banale të dalë nga goja ime, dhe duke pasur parasysh edhe një rëndesë emocionale që kisha me vete. Gjithashtu mendoj që dinamika kryesore e këtij Big Brother VIP ka qenë pikërisht historia ime këtu brenda. Na pëlqen apo nuk na pëlqen është gjë më e komentuar, që kur ka nisur. Dhe fakti që edhe pa e patur këtë histori, pra pa ardhur gjeste në këtë shtëpi, i kam treguar dhe i kam shpalosur mjaftueshëm vlerat e mia, si vajzë, si banore dhe si artiste. Një gjë që do doja të ndryshoja, nuk do doja të ndryshoja asgjë sepse nuk do kisha mësuar diçka. Kështu që për koherencën dhe për të gjithë formën se si kam zgjedhur të luaj, pa një strategji, pa skema, pa gjëra në cilat i bie dakord për t'i bërë, përveç atyre që janë thënë dhe që kanë qenë si iderat gjestit, një skenë që ka ndodhur njëherë me Gertën dhe me Rozanën, që ka qenë e vështirë. Po nuk kam qenë kurrë iniciatore që as të marr hak kundrejt dikujt, as të bëj loj skemash, as të bëj të sjell një personazh të brenda që nuk është Egli. Egli kjo është, me të mirat, me të këqijat e veta dhe më vjen mirë që publiku më ka njohur kështu si jam, edhe duke gabuar, edhe duke u përmirësuar. A ti mendon se midis teje dhe Gjesit s'ka patur asnjëherë lojë, kjo është... Absolutisht. Nga ana ime kur. Jo, vetëm vështirë. Rregull. Tani nëse do të them atë që do ti të dëgjosh. Jo, nuk të kundërshtova. Të lash të përgjigjesha. Atë pyetje për Laertin. Duke qenë se i akuzu gjithmonë nga gjithë shtëpia. Jo, s'është në polici për bab ka dalë. Që je Paterica Rozanës. Po në Rozan. Je ai që Në shkine sa. ke hy dyshe këtu me Rozanën. Jo nga gjithë shtëpia, nga mua thuaja konkretisht. Nga gjithë shtëpia, ma që lidhe keti, kush jeti, i shumë e vogël jeti, kur e kena kuptuar në tjo. Dhe që ke pas një situatë me Valbonën që zgjati 3 muaj dhe që e ke përdor për shoqërimin e rrugtimit tanë. Mendon që publiku
do të favorizoj për këtë daljen finale? Po, faleminderit. Po e nis nga pjesa e dytë e pyetjes, a mendoj se pa publiku do më favorizoj në nxjerrjen e vetes time në nominim së bashku me Valbonën, me gjithë tensionin edhe rëndes psikologjike që përsolli ato ditë, më duket se publiku ta dha përgjigjen. Se kush duhet ishte që të vazhdonte loja. Pra, s'ka nevojë ta them, mund ta ka dhënë, ndryshe unë s'do isha këtu të më bëje pyetje. Jo për me pështu televotimin, për finale. Këtë po të them. Ja, Pra, s'ka lidhje. publiku Ka ta ka lidhje se i dhënë. pështova ati televotimi dhe tani do dalësh finale. Pa ti po thua, pyetja duhet ishte a mendon që do të penalizojë, jo favorizojë. Për që të ka favorizu për situata me Valbonën që ke pas, të ka favorizu në loj, që ke zgjatë, ke shfrytzuar gjithë dinamikat nëpërmjet Valbonës. Tani, për këtë dalin në finale. Unë e kuptova pyetjen, po deshe do vazhdoj përgjigjen. Faleminderit. Okej, faleminderit ty. Sërish po të them që publiku e dha përgjigjen. Pra, verdikti i sovranit. E pranon që të ka favorizuar situata me Gerta kur të vi Valbonën, radha. publiku të mbajtë Kur të vi radha, kur të vi radha. Jo më se Kur të vi radha. konferenca kështu Kur të vi është, radha, nuk është se vetëm me radhë. konferenca, respektoni radhën, S'ka që kur të thot vira vllai jo madh. të bëja këtë pyetje. Tu nuk jemi në Me që është e ka e konferencë. përgjigje, prandaj. Këtu nuk jemi në konferencë të medjave që çojnë Po se ai përpiqet të gazetarë të cilët devijojë bëjnë tani. edhe Jo, kur të vi për pyetja. cilët ta do njerë devijoj bëjnë dhe përgjigje. shantazh, Jo siç kur po të vi, bën unë ti do ta në lë të këtë- devijoj tani. Ti siç po bën ti tani, Kot. por kot je ti edhe gjithë prezenca jote që ke ikur, ti ke ikur, po se di s'ta kanë thënë akoma që ke ikur. Nejse. Publiku ta ka thënë përgjigjen dhe mendoj që të në përgjigje do japi sërish publiku, ndryshe, në qoftë se unë do isha mbështetur në shpatullat e Valbonës për të bërë këtë rrugtim, këto 3 muaj e 7 ditë që jemi sot, pra në ditën e 17 ditë, në ditën e 107, mendoj që publiku do më kishte penalizuar që në atë televotim kokë më kokë që kisha me Valbonën. Prandaj besoj që do ma japi sërish votë besimin që unë të vazhdoj rrugtimin deri në finale. Urdhro? E pas ke marrë sigurin që... Nuk të hyra unë. Është përballë, ndryshe do të hyja dhe në gënjeshtrat që the pak më parë. Se thes nga goja ime s'ka dalë asnjë fjalë banale, kështu që Po, fjalë banale, për që të sulmeve që më janë bërë banale, kur thënë ka banale. dalë. Po mirë, nejse, dakor. Unë nuk të ndërhyra, kështu që është... Qoftë ajo më banale Po që mirë, është në shtëpi. dakor, në rregull. Unë thjesht Ajo u transmetua në Prime, po i përgjigjem shtëpis. rregull jemi, po njerëzit Po i më kanë shkuan parë. kohë dhe produksioni, pse më kursejnë mua, se edhe tim kurseve deri ditën e 6:06. Fole me siguri për sa i përkiste asaj që do vendosi publiku. Jo, po i përgjigjem Jozit, nëse publiku do më favorizoj mua, mos fol mbi mua se unë mund të flas jo 45 minuta, 145 minuta në krahasim me Gertën që e la talk show-n, unë nuk lë asnjë talk show. Jo, as nuk e pretendoj ta Prandaj lësh po se të do më them. zgënjej shumë. Bravo, faleminderit shumë. Po të bëra një replikë sepse më bëri përshtypje kjo siguria që do Më bërën dalësh. shumë gjëra përshtypje në ato që the, po nuk të bëra replik, sepse përgjigja është ndaj banorëve të shtëpisë. Po të ishte do na kishin vendosur përballë njëri tjetrit. Jo, ky lajm ka qenë gjithmonë. Ky lajm ka qenë gjithmonë. Me arsye tim dhe argument dhe ndonjëherë dhe me ngritje zëri. Unë s'po ngre zërin tani. Pra, Jozi, nëse tek përgjigja, nëse a mendojnë që publiku do më favorizoj të më çojë në finale, po të them dhe një herë që ta përmbledh me 2 fjalë tjetër më e qartë, nëse unë do kisha bërë rrugtimin në shpatullat e Valbonës, do më kishte penalizuar publiku. Nuk e kam bërë rrugtimin në shpatullat e Valbonës, madje një nga sheret e mëdha, le ta quajmë kështu në shtëpi, ka qenë me ty, kur ti brenda gjysmë ore të ndrua mendja, nga ty kishte duke qeshur me mua, më shpallë armik. Dhe pastaj nuk më ftove as në dasëm, madje ta thonë dhe opinionistët kur e bëre armik Laertin, pra një ndryshim 180 gradë. Unë Valbonën në shtëpi kam pasur atë marrëdhënie që ju e dini të gjithë, e kam patë shumë xhan, e kam falur ndaj çdo lloji akuze dhe fjalëve të rënda që më ka thënë. Nuk kam dashur asnjëherë të debatoj me të, edhe pse ka dalë në Prime, i kam thënë dhe Ledionit që unë nuk debatoj me Valbonën se e kam xhan, por shpeshherë në luhatjet e humorit mua nuk mund të ndiqja atë lloj rrugtimi. Një muaj nuk kam folur me të pasi refuzoj ftesën time për në darkë, dhe jemi pajtuar këtu te reflektorët kur unë po thaja robot atë të diel, pa ardhur droni. Sepse pash në sytë e saj që kishte vërtet atë lloj ndjenje për të cilën flisnim. Për sa i përket patericës së Rozanës, jam akuzuar që gjithashtu jam dhe vegël e Rozanës, por është akuzuar dhe Rozana që është vegla ime. Këtu muhabetin e veglave,
të dyqanit e ndërtimit që shesin vegla, mund të asjarojnë më mirë, ose në infermieri që shesin paterica. Përsa i përket që ne kemi hyrë të dy si një lojtar, unë edhe Rozi, në atë prime, jenë përgjigjur me të njëjtën mënyrë. Tabulatet e telefonit rruen, mund të shkoni, t'i kërkoni Vodafonit. Po s'keni pas as oferta jo, më lemo... Qa s'kemi pas? Tashi më s'fol pa lidhje. Po e the vetë pra misia do fitoj the këtu. E ke thënë veti ato. Sepse në një pallat unë jetoj edhe me... Misia do fitoj. Edhe me Remën, po Rema s'ka ardhur Big Brother. Kam jetuar unë me e kam shumë shok, më shumë se Rozana. Në Big Brother ti jetosh në një pallat, e ha, unë po t'jap një përgjigje, e ha... Nuk është përgjigje. Nuk është argument e ha. Dakor, doni që t'jem një lojtar me Rozanën? Se s'po e dëgjoni përgjigje. Po jeni thjesht. Po jeni më se keni mbështet lojën e njëri tjetrit gjithkohës. Në ç'mënyrë? Keni funksionuar Pse futesh para? Gjatë gjithë kohës, do më futesh te Lori, futesh te Jozi, e di që do futesh dhe tek Daniela, te Rozi do futesh po se këtë ke bërë që në fillim, më lërë të mbaroj me Jozin. Dhe do vi tek ty me shumë kënaqësi dhe trishtim. Për faktin që je këtu. Ende. Pra, këtu do jem deri në fundit, mos kemi në finale duke qenë se i akuzuar gjithmonë nga shtëpia që je pjesë plotësisë. Nga shtëpia nuk jam akuzuar nga disa. Nga gjithë shtëpia jam. Jo, e ke gabim. Nga gjithë shtëpia jo. Për shembull të përmend, nga Klajdi nuk jam akuzuar. Po Klajdi. Nga Tiri nuk jam akuzuar. Nga Krista nuk jam akuzuar. Të filloj të marr me radhë. Të filloj të marr me radhë dhe të kuptojmë atë. Atëherë mos thuaj nga gjithë shtëpia se nuk është e saktë. Lori, ti si unë mbarove me të parën, lere tani t'i përgjigjem. Se do bëhet kakofoni dhe nuk është normale. Do ndodhi ajo që ndodh në prime. Kështu që... Keni mundësi për pyetje tjera. Paterica Rozanës, Ka puni tek... nuk kam qenë ndonjëherë as veglë e saj dhe as Rozana vegla ime. Dhe këte keni parë shumë mirë që debatet tona, ju përgjigjen dhe opinionistët, kanë qenë organike, kur u pyetët për divanin blu, dhe thanë, debatet e tyre janë organike, nuk janë të stisura, po kanë dashamirësinë që të sqarojnë të nesërmen. Nuk thanë kështu. Jam të jetu me ty. Edhe unë jam duke jetuar me ty, ti do përgjigjen. Po mirë, dëgjoj, ma bëve njerë pyetje. Sytë tu janë ato sy që gjysëmore më vonë më shpallë e armik. Ishte fjala për debatin e Egrit dhe të Rozit, jo të tuat. Valbona ta dha goditjen e fundit, të tha stop, nuk bëhet. Ti e talë me mu, ti ke bëhë kështu, ti ke bëhë shtu, më desh pastaj ti isha realist. Realist ishe kur hape suitën dhe ja tregove Valbonës dhe Olorit. Ishe realist kur festove këngën tënde. Jo, mos kalon të pjesa jote. Ti po më akuzon, s'ka dek më dek. Këto janë argumente dhe më the unë po jetoj me ty. Dhe unë po jetoj me ty. Pra, ti, jo, se flet, kam sy në balë. Sytë tu në balë janë për të parë dhe situatat e tua dhe jo vetëm të mijat. Dhe prandaj, me këtë vërtetësi që më ka karakterizuar deri më sot, për këtë po të përgjigjem. Ti do të them që jam pateric, e do këtë përgjigje. Që ta mbarosh, ta mbyllësh. Se argumentet s'po të pëlqejnë, Lori nuk flas me ty. Argumentet nuk po të pëlqejnë. Atëherë, unë po të them, dëshmia e vetme janë telefonatat. Dhe mund të shohësh në harkun kohor të 8 vjetëve, sa herë jemi telefonuar me njëri tjetrin. Të 8 vjetëve. Atëherë, me kojshin tim nuk foli kur në telefon. Si? Me kojshin tim nuk foli asnjë në telefon. Po çfarë foli? Takohem për darkë, për drek, ose në korridor. Ti ke ardhur në shtëpi duke thënë që unë kam informacione dhe pastaj je të rreq. Kështu që për burri dhe për trimëri, po desh unë jam këtu dhe sjell dokumentat. Çfarë të duash ti? Mund të bëjmë kështu të ngënduar për shembull mbas. Jo, e ka Daniela sipas radhës. Jo. Më fal. Po kur mbaron një për shembull bën pyetje mbi qytetar. Po pra konferenca kështu Jo, konferenca është, po zgjati Rozi një orë gjysmë me mua, s'do i vi radha Eglin dhe as Danielës. Konferenca e vajt madh është Respektoni sipas radhës. Respektoni radhën dhe më Aty te konferencat e tjera. Rozana s'ka hyrë. Gjesti s'ka hyrë. Tu jemi me radhë. Janë për dallën që nuk hyrë. Lutem. Disi më të zgjuar po. Që mbas mujt parë e bëre pyetjen erdhi edhe ka Daniela. Jo, Egli s'e ka bërë. Më fal, jem me Eglin, thash se po vazhdoj me mua se më shifje mua. Që mbas mujt parë pasi edhe gjesti erdhi këtu në shtëpi edhe Fal edhe një herë Joze. Duke pas parasysh që mbas mujt parë që edhe gjesti ishte prezent në shtëpinë tonë dhe qëndrimi jot kishte një ndryshim 180 gradë. I akuzu nga gjithë ne që
jetë të bo thjesht lojën e gjestit, jetë të thonë loj për gjestin, po shtirësh në ndjenja, po bën gjëna stisme, nuk jas pak e vërtet në atë që po bën dhe në atë që po shpre. A mendon që kjo gjë, që publiku... Mos fol për publikun. Publiku është ai që vendosin. A mendon se publiku? Sepse ti je në televotim tani. Mendon që publiku do vlerësoj më shumë këtë shtirjen tonë se sa pjesën e Laertit? Si që nëmrova të dytë parat? Publiku e ka thënë fjalën e vet kur kam lënë shtëpinë. Me lënien e shtëpisë dhe me ditët e mia të fundit në shtëpi i kam vënë vulën çdo lloj gjëje që kam bërë këtu brenda. Që mund të ketë pas të bëjë me çdo lloj gjëje përveç shtirjes. Kjo është përgjigjja ime. Po të foli për finalin, mendon që do e kalosh këtë? Nuk flas dot më tej. Kjo është përgjigjja ime. Në krahasim me Laertin. I bie që s'po përgjigjesh. Po të përgjigjem. Ja, s'po përgjigjesh. Po të përgjigjem. Vërtetësinë e gjithë ndjenjës time dhe të gjithë gjërave që kam duruar, bazuar tek ajo, e kam dhënë në 2 ditë të mia të fundit të brenda të qëndrimit dhe në momentin definitiv që jam larguar nga shtëpia. Për më gjatë nuk mundem të flas. Okej, ka mungesë përgjigje. Atëherë, po mund të ndërlidheni me ato që thonë, pastaj t'i bëni pyetje të tjera. E kupton shumë mirë përgjigjen. Laert, unë mendoj që jo vetëm ne, po edhe publiku jashtë me atë Laertin me temperament, atë Laertin që ne kemi parë në për studio televizive. Ti nisjen mendoj që e ke patur të tillë. Pastaj, shumë faleminderit. Pastaj, sigurisht në avioni. Ke qenë përgjithsisht i qetë, në rastet e sulmit normalisht ke reaguar, po pse e mendove si një rrugtim i cili nuk duhet ishte kaq në temperament dhe jo si ai Laerti që ka njohur gjithë publiku jashtë, që ka përshtypjen që në shumicën e ditëve mund të kenë një pikë pyetje. Rofsh, faleminderit që ma bëre këtë pyetje, që në ndizove. Ju nuk më keni njohur mua në shtëpi. Ju më keni parë në panele televizive, keni parë disa highlighte që quhen, ku keni parë shpërthimet e mia. Si është Laerti në shtëpi, në kushtet e shtëpisë, nuk më ka parë njëri nga ju që jeni këtu. Unë kam ardhur dhe sigurisht jam përgjigjur sulmeve që më janë bërë, ose psharje, ofendimeve, përqeshjeve, përbaltjeve, me agresivitetin që kisha në fillim, kur hyra në këtë shtëpi, të cilin agresivitet e mbartja, nga Laerti i studiove televizive që ju keni parë. Gjatë rrugtimit, kjo shtëpi e përbashkët u bë dhe shtëpia ime. Dhe unë jam krenar, nuk e di nëse mund të thuhet, po jam shumë i kënaqur, leta quaj, që arrita, do në thënë të heq atë lloj agresiviteti që shpesher do the që në fjalin e parë, shpërthimet e mia, dhe të qetësohem dhe ju të shihni më tepër Laertin njeri dhe jo Laertin polemist, ashtu siç jam emërtuar në studio televizive. Pra, po të shihni në studio televizive, kur jam i ftuar në një panel, shkruan Laert Vasili polemist, nuk shkruan Laert Vasili aktor, apo Laert Vasili regjizor. Dhe për këtë jam, do më them se nëse kam arritur të ndryshoj diçka në karakterin tim në këtë shtëpi, në cilësitë e mia, është pikërisht kjo që më pyete. Që jam shumë i lumtur që e kam arritur këtë gjë. Të bëj këtë ndryshim brenda këtyre 3 muajve e gjysmë. Që ta marr pak ta dëgjoj ndonjëherë edhe ofendimin, ta dëgjoj çik më qetë. Nuk them se ja kam arritur 100%, po mendoj, siç ma bëre pyetjen, kam ulur pak atë, kam arritur të numëroj deri në 10. Deri në 10 jo, po deri në 7 po kam arritur, para se të shpërthej. Max 5 ke numëruar. Okej. Edhe shumë nga 0. Po. Vlerësohet.
Iklia, mendon që je përdorur ndonjë nga gjesti në këtë shtëpi? Për gjatë gjithë rrugtimit tënd? Mendoj që synimi në fillim për të ardhur këtu edhe për të patur një marrëdhënie ka qenë diçka e menduar. Mendoj që në shumicën e rasteve ato gjëra që ja kam përmendur, që ishin gjërat që më çuan në gjendjen time, kanë qenë sepse ka patur qartë qëllimin e vet se ku do të përqendrohet dhe i vetmi qëllim ka qenë loja. Por ka pritur që unë nga ana tjetër t'jem po në djeni të kësaj gjëje dhe ta mirëkuptoj këtë gjë për që ai të arri atë targetin e vetë edhe atë për cilën është nisur dhe të mos përfshihem aq emocionalisht dhe të mos përfundoj në atë gjendje që kam përfunduar. Që nuk do e quaja përdorim, sa do e quaja dëshirë për të mirëkuptuar qëllimin e tij brenda kësaj shtëpie. Dëshirë për të patur dinamika. Po. Dinamika, jo dinamika, dëshirën për të... Ndezje në sherit mund të akizore ai, ti e ke normalisht e ke ndjerë, dhe në fund fare të shtënë që e shiko se ishte me të ngutëse dhe ishte për lojën, nuk ishte se e kam seriozisht. Po, eksakt. E vërtet. Lajert, nëse nuk do dalësh nesër finalist, si do t'a presësh? Si ty. Me gëzim dhe hare? Po. Shumë mirë. Atëherë, kur thua dua të tregoj Laertin në shtëpi, nën kupton, si të gjithë ne, kur jemi në shtëpinë tonë, që plotësojmë, po themi, mbajmë atë higjienën tonë pastër, reatohemi në koltuk, shikojmë në një film, dhe nëse kemi pjesëtar të tjerë në familje, ndajmë momente dhe biseda me familjarët tanë. Kjo është e gjitha? Unë juve nuk ju kam familjar. Atëherë, ku është ndryshimi? Ndryshimi është pikërisht në këtë që sa po the. Që unë kur jam në shtëpia me familjar... Jo, kjo nuk bëhet asnjë ndryshim, sepse këto e bëjmë të gjithë. Domethënë, ku është ndryshimi në shtëpinë tënde të Big Brotherit? Sepse në shtëpinë e Big Brotherit ka disa përgjegjësi më të mëdha akoma. Dhe kjo që u shpjegova unë është për të gjithë ne. Dhe ty nuk të veçon kjo, një sekond, Jozi. Lere të mbaroj analizën dhe pastaj të vite tjetër. Dhe kjo ty nuk të veçon nga ne. është pyetje, jo analizë. Atëherë, po pra pyetje, po i bë pyetje. Mirë, ka parant. Pyetje është. Do dalë ke pyetja. Dhe pyetjen e bëra. Është paranteza kjo, edhe do dalit të pyetja. Dhe ky është sqarimi i pyetjes. Kjo është një lloj kjo është një shtëpi, pra, ku ti duhet të tregosh pra Laertin në shtëpi. Atëherë, ku është ndryshimi? Ndryshimi sërish është që... Përveç kësaj që unë shpjegova që bëjmë gjithë. Ndryshimi edhe njerë është që unë nuk ju kam familjar juve. Nuk jeni familjar të mi. Por edhe në shtëpinë time, me timat të ndjerë, për shumë, sot ka vitin, shpesher rria dhe një muaj pa folur nga debatet që kishim. Edhe me nënën time, apo me motrën time. Kur mblidhemi në shtëpi për të parë ndeshje futbolli, për shembull, ose do një ceremoninë e çmimeve Oscar, me kolegë, mund të kem debate, mund të thyet dhe do një gotë, mund të hapet dera dhe të iki, për shembull, dhe e lë. Siç e bëjmë ne me njerëzit tanë nëpër festa. Po. Kur mbledhim, se të gjithë na vinë kushërimi, shok, nëpër shtëpia. Po. Prap nuk ka ndryshim. Kjo gjëja. Është si ne. Po pra. Siç ne veprojmë. Prandaj thash, dhe unë po nuk dola në final, dhe pres si ty, nuk ka asnjë ndryshim. Jo, Laerti në shtëpi. Iku pyetja parë. E dyta. Po Laerti në shtëpi atë po të them. Nuk ka asnjë ndryshim me atë që bën ti në shtëpinë tënde. Atëherë duhet vish ta tregosh këtu këtë që bëjmë të gjithë ne? Po se ti kuptova. Publiku s'mund të vinë në shtëpinë. Një sekondë, Jozi. Publiku s'mund të vinë në shtëpinë time. 7 milion nuk mund të vinë në shtëpinë time. Po pra, cili është ndryshimi që do sjellësh ti këtu? Sepse kjo është shtëpi me përgjegjësi. Kjo këtu jemi përballë një sekond, juve asistentët e Laertit. Sa më tepër ta lini të flas, aq më tepër gabon. Atëherë më thuaj se çfarë ka tjetër, sepse kjo shtëpi
në temja, Nuk e dia unë kjo shtëpi ka një përgjegjësi më të madhe, po ta them. Siç janë punë të shtëpisë që ti si bën asnjëherë dhe i bën dhe më akuzon mua që i E bëj. kuptova, s'ka problem. Unë nuk i bë kam. Nuk ka problem në syrin tënd. Çfarë po sjell ti ndryshe këtu? Si shtëpijak. Sepse kjo... Si anvest. Kjo... Pensionisti. Po del në ton. Po sjell pensionistin në shtëpi. Atë shtëpijaku ne e bëjmë të gjithë në shtëpitona. Po sjell burin grua. Po përgjigjesh vetë, Gerta. Po sjell diversantin në vend të diversionistit. Jo, këto janë gjërat të tjera. Pra, ti kështu bën me familjarët e tu në shtëpi, to gjëra u thua, Laerti në që më thua, s'kam as shkasje, ti thua që unë këtë nuk kam asnjë ndryshim. Ti këtë bën? Jo. Atëre, ajo që bëj unë... Kush është ndryshe nga ne, se do të thotë që këtu çdo lojtar nga ne, secili nga ne, ka një ndryshim. Atëre, Laerti në shtëpi nga ndryshon nga ne në shtëpi, sepse të gjitha këto ne i bëjmë gjithë të gjithë. Pra higjienën, mish, shokët, festat, në shtëpi do të thonë. Ndryshon që unë për shumë... Thjesht tu ka kamera atje. Ndryshon se unë për shumë familjarëve të mi nuk u them... Tani, ku është ndryshimi këtu te ty? Çfarë ke sjellë ti ndryshe këtu? Laerti në shtëpi. Modeli i bokseve që ka pas Laerti dhe që lanë. Tani, ndryshon që unë familjarëve të mi nuk u them burr grua. Ndryshon që familjarëve të mi nuk u them diversant se janë atletar. Ti po flet për mua tani. Për mua po flas. Unë nuk e bëj këtë gjë them. Ti çfarë? Unë nuk e bëj këtë gjë në shtëpi. Kjo nuk ka lidhje me shtëpinë. Me Laertin në shtëpi kjo nuk ka lidhje. Ti më njeh mua në shtëpi? Në shtëpinë time më njeh? Në shtëpinë tënde? Jo. Po pra, apo thua Laerti në shtëpi? E pra, nuk më njeh. Të gjithë në shtëpi bëjnë këto gjëra, prandaj ta bëra parantezën. Pra çfarë po sjell ti një gjë ndryshe si Laerti në shtëpi, sepse kjo është motoja jote. Nuk do të dëgjosh përgjigjen. Dhe pastaj akuzon Eglin që flet dhe nuk dëgjon njeri. Po, ma kthej përgjigjen. Ja pra, po ta kthej, po. Po ti po kalon tek ato që kam thënë unë. Ti vet. Ti çfarë po sjell? Atëre, se deri te Daniela nuk i ndërhyri njeri pyetjeve dhe tek ty të është kritianes gjithë të thonë. Dil në temë, pyet, çfarë do të pyesësh? Kam sjellë të Laerti në shtëpi, por jam përpjek të ul temperamentin tim këtë. Mos e ndihmon, po ndihmon përgjigjen e Laertit. Atëre, më thuaj se çfarë sjell ndryshe. Unë, në këtë shtëpi, njohurit të cilat ti nuk i ke, për pikëmërin dhe koherencën të cilën ti i duhet publiku. Se ka marrë jashtë. Nuk e marrë asgjë jashtë. Dhe nuk t'ka marrë në një kronologjinë e ngjarjeve të cilën ti e humbet. Këtë histori apo më trego këtë histori? Apo më the çfarë sjell ndryshe? Këtë sjell ndryshe. Këtë sjell ndryshe. Jo drejtuar unë. Them për shtëpinë. Drejteje. Ti po ma bën pyetje dhe drejteje po kthej përgjigje. Po. Tani më thuaj çfarë do saktësisht nga unë? Përgjigjen. E kujt? The njohuri që ti nuk i ke, ti e vetëm për mua këtu. Ti po të përgjigjem. Për pjesën e njohurive se jam asun dakord Laert. Në shtëpi, edhe njerë po të them. Njohurit ne i marrim shkollë zakonisht. Ju përgjigja... Njohurit i marrim shkollë. E po. Veç bëj Google aty. Nuk e di, disa... Tjetër përveç njohurive që i marrim shkollë. E shojmë shkollën, të tjerëve në ashe shkolla. Po? Po. Përveç njohurive? Tani, po të ishe e vëmëndshme, më pyeti Lori, pyetja e pare Lorit ishte, përse ti Laert mendon që e meriton finalen? Faleminderit. Ato 5 pyetje, jo se fiks, po e zë gjumi me këtë që bëm ti. Dhe të falenderoj, ato 5 përgjigje që i dhash Lorit pse meritoj finalen, është përgjigja e pyetjes si bën ti pse ti ndryshe këtu nga shtëpia. E dhash të përgjigje. Jo, së është e njëjta përgjigje. Do me thënë, ti nuk ke, Lori nuk është profesioniste. Ti e profesioniste dhe po përsërit pyetjen e Lorit, thjesht me fjalë të tjera. Së shpyte e Lorit. Ajo është tjetër gjë, pse meritoj finalen, ndërsa unë po të them, mbi mot, po flas për moton tënde, që ke ardhur në këtë Big Brother, ku thua që një sekund. Ku thua që Laerti do shikoni Laerti në shtëpi. Pra kjo është motoja e këtij Big Brotheri për ty, apo jo? Kështu është Laerti në shtëpi. Po, Laerti në shtëpi. Dhe ti the që këtu kam sjell 11 javë,
Faleminderit gjithë. Që ti the, do me thënë përveç... I cili arriti 11 javë pa dalë në nominim. Kurse ti e në nominim të përhershëm. Kaq ishte. Do me thënë, do e mbyllësh përgjigjen me kaq. Që janë një orit. Që ne i marrim shkollë, do me thënë. Jo, me kaq kuptove ti, po ato 5 pika ja thash Lori. Mi përsërit, ma kthe përgjigjen. Ti ishe vëmendshme. Ma kthe përgjigjen. Ti ishe vëmendshme. Sepse nuk përkojnë me pyetjen. Do i përsëris në fund. Ajo përgjigje nuk përkon me pyetjen time. Pyetja jote nuk përkon me ty. Po ta thuash dhe njerë do ta kuptosh që nuk përkon me pyetjen time. S'është përgjigje që përkon me pyetjen. Do vazhdojmë. Dëgjoj, me këtë që bën e humbe finalen. Ai ta dha përgjigjen e vet, ti do përgjigjen që do ti. Pra, gjysmë finalen e së shtunës, pikërisht me këtë sjellje humbe dhe u votua Rozana. Me këtë sjellje që po përsërit tu. Ska problem, mos u merr ti me atë punë, është përgjegjësia ime. Mos merr, unë jam banor. Po ke tani. Çfarë kam? Tani je ti aty për të pyetur. Më thuaj pyet. Atëherë, pas shkëputjes nga ku mora të përgjigjen parë që s'kishte përgjigje. Po, mirë. Sipas teje. Asë ndryshim nga ne. Po, sipas teje që sytë e publikut dhe zemrat janë me ty, po votat janë me Rozanën. Ti mba sytë dhe zemrat. Atëherë, po. Tu s'kemi ardhur për sytë dhe zemrat. Patjetër, publiku për mua shumë i rëndësishëm. Patjetër, po votat i dhate Rozana. Ju puth, ju dua shumë dhe jeni motivi im. Jo, eja ku e kam përballë. Fitova se motivi ishte gjithë tjetër. Që nga publiku, nëse vazhdojnë kështu nëse ndarë. Jo, atë keni ju në... O, mblidheni ju, sashtu, a mund vazhdoj deri të martën, se s'kupton dhe vetën. Një pyetje i kam bërë. Po jo, më një pyetje bëj Egli tani. Bëja Egli një pyetje, dhe barone me mua. Dhe me folë mërë qike. A i bërë dy pyetje ju. Nga një pyetje kemi voter. Gerta, bërë pyetje sa dush, bob që tu kanë me laj krejt. Ky zoti ma, prit, duro për vlasë është rada ime. Jo, jo. Jo, më nuk ka pastaj. Sepse kjo moj zarë, në zorë. E dashur, gjithë bëm kështu, pse që ke ti ndryshe, ne jemi të barabartë. Nuk intereson. Mo jemi të barabartë, në shkopika, jo një pyetje, nga një pyetje se cilit, mo, qarë bën? Tani, po thua që Për cilën shkëputje ke fjallën? Pasi u shkëpute si një lojtar, si një lojtar. Kur dola në nominim? E ka pasë e gjithë ditën këtu, gjithë ditën e ka pasë tu. Cilat Karajus Lëgjë? Atere, pasi u shkëpute nga Valbona si lojtar, se pastaj thonim që më mbajtë dhe më vënua, duroni. S'do bësh më Atere, sjellja jote, pra është kjo që ti po shfaq tani, është kjo është sjellje që më përpara pak the që ndoshta jam treguar pak më shumë agresiv, do me thëmë, po bën një, le themi një lloj autokritike për veten tënde brenda fjalëve të tua, ndihet kjo autokritika jote dhe shfaqja që ke ti tani në lidhje me sjelljen në shtëpi është totalisht e kundërt nga modeli që shfaqe kur ishe bashkë në një lojtar me Valbonën. Atëherë, pse ne nuk duhet të besojmë, si më argumento pse është e kundërt. Sepse ke qenë shumë agresiv. Kur isha me Valbonën, ke qenë shumë agresiv në shtëpi. Me mua një ke qenë agresiv, sulmues, ofendues. Po gjithmonë. Po kur isha treguar sjellje banale. Po kur kisha sherin me Gert Ferën, isha me Valbonën. Jo, po kur kisha po flas për periudhën me Valbonën. Jo, ajo ka në adresën e saj. Dhe po të them. Për veten po pyet. Në konferencë shtypi, përfaqëson gjithmonë atë media ku ti je në konferencë shtypi. Dhe unë po ti je banore këtu, si e media. Po sigurisht për veten. Do ta bëj pyetjen. Do sqaroj dikush që është banore. Mo ti si vjen nga trut, më kupton njerëzit se çfarë. Mos do ry se di. Çfarë thon, më nuk e mirë e humbur. Atëre, më lër ta mbaroj pyetjen. Mbaroje pyetjen, e mbaroj. Po keç rregullsi në sjellja jote. Keç rregull, do të thënë. Ti po ma akuzon, po bën pyetje. A jeni normal, a jeni normal? I bëje pyetje. Mirë Xhan, mirë. O, Smir Zin. Mirë Xhan, mirë. Jeni bërë të tëra me Smir nga brenda. Mos hapun gojën se do suleni të gjithë. Mirë Xhan. Qetësi më njerëz, qetësi. Mirë Xhan, jepe, bëje. Atëherë, pse unë duhet të besoj këtë lajërtin tani të tërhequr totalisht nga loja? Unë i tërhequr nga loja. Dhe jo lajërtin që ishte kur në kohën që ishte me Valbonën, i cili ishte shumë agresiv. Dhe ka treguar vandalizëm, banalitet. Gënjen. Dhe sjelljen agresive që ke patur me Valbonën. Atëherë, pse s'duhet ta besoj atë lajër dhe duhet besoj këtë lajër që është i ndryshëm nga ai? Kto që pretendon ke paraqitur
Modelet të ndryshme. Këto që pretendon të janë gënjeshtra, për baltja që më ke bërë ti mua në shtëpi, duke vënë diskutim, madje edhe s'po e përdor si term, po mjaf që i thua dikujt je burr grua. Ta kam thënë për punë të shtëpisë atë, për thashë themet. Dhe për fjalon që përdore me mua. Gerta që i e rënd, Gerta Këtë ta kam thënë, te di shumë mirë pse e kam thënë këtë gjë. Gerta, më lërë të përgjigjem. Po. Jo, po do ta kontestoj, sepse nuk mund të lë unë të gënjesh. Po dëgjo, në pyetjen tënde, mund të përgjigjesh a unë 20 minuta. Ti ke 20 minuta pyetje dhe do 2 sekonda përgjigje. Burgruar kemi diskutuar këtu. Atere, Gerta gënjen, kjo është përgjigja. Kur folëm për punët e shtëpisë. Përgjigja është ti gënjen, por ti nuk gënjen sepse do të gënjesh. Ti nuk gënjen sepse do të gënjesh. Ti gënjen sepse ti vëjushmërinë logjike ke 1 muaj gjysmë që e ke humbur. Dhe shumë njerëz po ta thonë, unë ta kam thënë i pari, po më vjen mirë që po vinë dhe të tjerë. Logjikën e kam në topun, me atë mos u merr fare. Patjetër, prandaj ti ke fituar, ndërkohë që nuk je në finale. Ajo bie. Tani po të përgjigjem. Ti gënjen, për baltja që më ke bërë ti mua në këtë shtëpi. Pse nuk duhet ta besoj atë lajert dhe duhet të besoj këtë lajertin e këtyre ditëve që është rresh nga loja. Dhe që po bën lajertin. Si ka mundsi? Të besosh lajertin. Po të përgjigjesh zot një fjalë. Të besosh lajertin. E ditës së djeshme në drek, ku pati një debat që u ngritën shumë tonet dhe me Eglin dhe me Gjestin. Por ti, fatkeqësisht në atë kohë, po lyeshe, po bëje grimin, dhe zakonisht del në orën 3 tani aty jashtë, kështu që e humbet gjysmën e, sepse normal, ke humbur, çfarë do bësh? Dhe nuk e pe. Pra, ti besosh laertit që shef përpara në çdo sekond. Dash të hënën, dash të martën, dash të shtunën, dash të dielën. Ati laerti besoj. Ati që shef në atë çast, ati laerti besoj. Po atë laert që ti i beson, të lutem, mos e përdhos, mos e përbalt, dhe mos tua epitetet të cilat çdo lloj mashkulli do hiqni kafkën komplet. Të falenderoj. E ke prekin tel. Do të besoj. Ja, e ke prekin tel me çat fjalë, që i the tash qoshën 3 se e ke kry. Koko që i ke bën. Po, le varja. Po, vallai, tash se në qoshën 3. Në çfarë ore dole sot? Po ai vazhdon. Është demoralizu komplet. Po ai vazhdon gënjen, s'është problem. Vazhdon gënjen. Çfarë detaj? Ja, për shembull këtë detaj. Faleminderit Gerta. Më shef mua publiku në përshpi. Të ka parë, prandaj nuk të zgjodh. Më shef publiku në përshpi, s'është problem fare. Se den fat që kurri unë ç'a bëj. Tash qoshën 3, s'ka vlerë sa për ty. Për të çun 3 çohem 3 ose çohem që mëngjes. Jo, del në 3. Dal ke oborri. Po s'kam dëshirë të kafe me ju. S'kam dëshirë të pi kafe me ju. Demoralizu komplet Gerta. Po s'ke dëshirë të pish kafe me asnjë nga ne. Ja ku është dyre Vodafone. S'kam dëshirë. Se ne edhe pse zihemi, ne bim kafe. Konferenca po jo. Të lutem. Atëre. Ke bërë 3 pyetje deri tani, po më bërë edhe një është e fundit, s'ke më të drejtë 4 pyetje. Atëre, jo, s'kam bërë 2 pyetje kam bërë. Jo 3. 3. Të t'i them cilat ishin. Nuk kam të drejtë kur ne të... S'do ketë të drejtë për radhën tjetër. Atëre. I bëri gjitha tani. Do me thënë... do bësh pyetje apo analizë? Laerti i ati lloj personaliteti dhe i këtij personaliteti do të thotë që as ti vetë nuk e din se kush je. Jo. Do të thotë që ti vetë nuk di kë laert të sulmosh. Agresivin. Laertin e vogël apo... Ajo, agresivin që ke treguar ti. Atë kënaqësi nuk ta jap më, sepse kam qenë agresiv me ty. Jo, kënaqësi, jo. Ty po të flas. Kam qenë agresiv në përgjigje dhe në përballjet me tua, me përdosjet e tua, sepse mendoja që e kishe seriozisht. Kur fillova të shoh që ti qeshje dhe madje në mes të debateve edhe kërceje, kuptova, po. Kuptova, e shikon si vazhdon gënjen, ti je një gënjeshtar. Do me thënë, dhe në këto momente, unë ti them ato epitete, sepse kur ti përgjigjesh në këtë mënyrë dhe gënjen, sy më sy, unë nuk e pranoj dot. Mos u merr, sepse Gerta qesh, më lër të përgjigjem. Dhe ti po qeshje pak më parë. Ti bën një propagandë në këtë shtëpi. Ti qesh vazhdimisht. Ti bën propagandë në këtë shtëpi dhe hedh bart gjithkohës. Ti qesh vazhdimisht. Dhe hedh bart gjithkohës. Dhe nëse ka një bullizuese këtu në shtëpi, dhe mua, unë të isha në vendin tënd do vinte turp të përmendja emrin e Valbonës, të cilës 3 herë i ke
Me Valbonin je tallur ti në këtë shtëpi jonë. Në asnjë mënyrë asnjëherë. Ti je tallur sepse Asnjëherë. nga 1.10 çfarë ndjen ti për Valbon? Nga 1.10. Të bëhesh ti avokate e Valbonës. Valbona ka dalë tani dhe i ka parë të gjitha bisedat, i ka dëgjuar gjitha bisedat e tua se sa je tallur ti me Valbonën. Prandaj Valbona votoi Rozanën dhe jo ty. Do përballesh sërish me Valbonën. Dhe prandaj Valbona do vazhdoj të votoj mua dhe jo ty. Ti u talle me Valbonën nga mëngjesi Dhe avokatën e Rozanës, avokatën e Valbonës, ta dha përgjigjen kur votoi Rozanën. Avokatën e Valbonës ti nuk e bën dot. Të një vajze që i ke thënë të kanë marrë nga rruga, të një vajze që i ke thënë e di unë si nëzjerë para ti, sepse përmënde emri, nga që ka dalë, atëre, jo, la erdi dhe i përgjigjes, që bëj tani, do më thënë apo meret, pra, unë jo zdua të ullem se s'kam, pra, të jam përgjigjur në mënyrë agresive, kur mendoja që ishe në bosh logik, kur pashi ke lviz nga bosh të logik. Vazhdo ofendos, ka problem. Jo, se shto pendim. Tu ta thot gjithë shpia që nuk di shtua. Po, e di. E pra, jo, e di që e di. Po, për ty po. Egli. Për ty e di që Egli. Egli, atëherë. Finalja ka kuptim për ty? Pyetja parë. Ka kuptim nëse do ketë meritokraci. Pas daljes, do me thënë, logika të qonë pas të ke dalë dhe nëse do ketë meritokraci, pa tjetër që ka kuptim. Nëse nuk do ketë, nuk ka asnjë kuptim. Nuk është se është qëllimi im... S'ka kuptim. Mosraj. Jo, nuk përre, jo. Nuk është se jam etur për finale. Nuk kam një etje. Gjesi, hajde këtu brenda. Nuk kam një etje për finale, thjesht në qoftë se finalja është një standard këtu dhe nëse ka meritokraci, patjetër që do isha e lumtur. Ku ti thua meritokraci? Meritokraci, se kush meriton mes dy personave bazuar në ato që thash. Të meritokracinë e jep publiku. E jep ti apo? Patjetër. Po pse kërkon ti meritokracinë? Jo, ne thjesht jemi koshient. Ne bëjmë dy llogari. Meritokracia thot në kuptimin që meritojmë shumë se lajeti. Ne bëjmë ne të dy sqaruam secili arsyet, sepse secili nga ne... Secili do të shkoj vetë patjetër. Finale, sigurisht, po ti thua meritokraci. Do me manipulu tani me ligu. Mos e qeshët me pyetjen time, po futet gjithë tani te kjo pyetje. Dhe duke ditur dhe duke qenë koshient edhe. Jo te pyetja, me përgjigjen e Eglit. Me përgjigjen, jo me pyetje. Përgjigja vjen nga pyetja. Koshient dhe prezente me të gjithë narrativën e këtij Big Brother, i këtij edicioni, të Big Brother VIP 4. Kaq. Okej. Atëherë, kjo afrimiteti që ke me Gjestin, sidomos duke nisur që nga prajmi fundit, çfarë po të sjellë? Çfarë mendon se do të sjellë? Krahasimisht me fjalët e tua, atëherë ta shpjegoj pak. Krahasimisht me fjalët e tua që ke thënë, që kam ardhur për veten time këtu. Patjetër. Dhe për të treguar se kush është Egli, pa Gjestin, se kështu e kuptuam. Dhe ndërkohë, rrugtimi po të çonë dhe po ta afro. Jo, nuk kam thënë asnjë moment kush është Egli pa Gjestin, as pa... Egli Egli vet. Egli Tako, po. Egli Tako do të thotë pa Gjestin. Në ditët e para, sikur se ke ardhur në fillim s'ka qenë Gjesti në shtëpi. Po, ka qenë dikush tjetër, nuk ka qenë Gjesti, ka qenë dikush tjetër, kanë qenë 25 veta të tjerë. Që ta kuptosh. Egli Tako, do me thënë Egli Tako, jo Egli Tako pa Gjestin. Egli Tako, do me thënë që nëse e shoh diçka gabim, mos ta mbaj më brenda vetes, pa e thënë, për të mos dalë dikush tjetër keq. Do me thënë për afrimitetin, mos ma shpjegoj atë. Okej, atëherë përsa tani do t'ja përgjigje për këtë të fundit apo për afrimitetin? Po të shikoj që i afruar me Gjestin, që nga unë ja thash edhe Gjestit ndërkohë që ke thënë shprehur ndryshe. Po. Atëherë pse po e bën? Atëherë, kur kam ngrënë darkën me Gjestin, edhe le të themi janë thënë edhe nga ana e tij ato që ka pas për të thënë, nga ana ime, përveç se kasetës që është vënë çdo ditë këtu kur vinte dhe hidhte spica. Kemi lënë që, okej, për sa ditë jemi këtu brenda, të rrim si dy njerëz qytetar. Shok. Patjetër, jo, absolutisht shok. Pa e hequr në asnjë moment, unë kam thënë që në fillim që unë ndjej diçka për të, patjetër. Ndjej për të. Si shoqëri. Nga ana tjetër jam në një luftë mes logjikës edhe asaj çfarë ndjej. Dëshirën e kam për të bërë gjëra të tjera
nuk po mundem të bëj ato që dua të bëj, për shkak edhe të gjykimit, po edhe të gjykimit ndaj vetes time. Por jam koherente bazuar në bisedën që unë kam patur me Gjestin kur jemi marrë vesh, që do çojmë mirë, por në pikat caktuara ku mua nuk më pëlqen diçka, unë shoh diçka si banore e kësaj shtëpie që më duket inkoherente, shoh një tendencë tënde për të bërë diçka kundrejt meje, etj, do të t'i them, do i komentoj, sepse mua këto kanë qenë gjërat që më kanë dëmtuar. Po, për afrimitetin. Për afrimitetin. Mbasi ka mbaruar videoja që kemi qenë bashkë me Rozin kur u dhan Prime, në publicitet ne kemi dalë jashtë. Kamerat kanë regjistruar, po në transmetim nuk je në ato momente. Dhe i kam thënë Gjestit, kur ka përfunduar Prime, që pastaj dolëm me Laertin nominim, i kam thënë, po pendohem për atë bisedën që bëm, sepse do keq interpretohet ajo çfarë folëm dhe forma se si e lam gjën mes nesh, që të vazhdonte, si një tendencë për lojë për këtë nominimin me Laertin. Dhe i kam thënë, të lutem, nëse është e mundur, edhe sa më larg të mbërish këto ditë, sepse një gjë që e kam ndjerë me vërtet për 3 muaj nuk du ta bëj pis për 3 ditë, që të interpretohet të tjerët sikur po ndodh për shkak të këtij nominimit që kemi, televotimit. Paçka se biseda mes ne të dyve jashtë është bërë fill në publicitet mbas videos ku nuk e dia fare xha që do shkoja në një televotim. Ku kemi folur atë që kemi folur në dy bashkë me njëri tjetrin. E kanë kamerat. Cili është qëllimi pra i afrimitetit? Nuk ka një qëllim. S'ka Është qëllim? spontane, po unë momentalisht tu me thënë drejtën jam vetëm, po qëndroj vetëm, në momentin që ai vjen afër meje, nuk më sjell shqetësim duke ardhur, e vlerësoj. Në momentin që nuk do të vi, është i lirë të mos vi edhe prap nuk më shqetëson. Okej. Pastaj pyetje tjetër, radhës tjetër. Laert, e ke pritur këtë përballje me Eglin, apo ke pritur dikë tjetër përballë figurës tënde si lojtar këtu në shtëpi? Ose më mirë, kush do të ishte dëshira jote? Është ajo që doje, apo doje dikë tjetër? Jo. Unë e kam thënë, do i qëndroj prapë i përpikt asaj që kam thënë, ose koherencë, si quhet, që unë përballjen do doja ta kisha me Gertën. Gerta është njeriu që ka edhe balt mbi mua, shpeshherë duke vënë edhe në lojë dhe gjinin mashkullore madje. Ka luajtur poshtë brezit, siç e keni parë të gjithë. Dhe sinqerisht do doja këtë televotim ta kisha me Gertën, ose më saktë kisha një kokë më kokë se kush këtë do nxirrte publiku jashtë. Me Gertën dhe jo me Eglin. Me Eglin ka qenë vetëm një debat ku nuk ka rëndësi, e kemi sqaruar, ai ishte sulmi organizuar, kështu që s'ka rëndësi. Jo, nuk e kam prit me Eglin, kur e kam prit me Gertën. Po, jo ajo që pret gjithmonë të vjen. Kështu që. Egli fole për meritokraci. Nëse e fiton Laerti, nuk ka meritokraci? Absolutisht që Laerti ka shumë merita. Unë për anën artistike dhe profesionale të Laertit kam folur me superlativa, e vlerësoj. Po flasim vetëm për sa i përket formatit të Big Brotherit, nëse do fillojmë të flasim për vlera njerëzore, vlera artistike, vlera shoqërore, personale, tjerë, mendoj që secili nga ne për njerëz me interesa të caktuara që kanë marrë diçka të mirë prej nesh, apo kanë kaluar një eksperiencë të mirë me ne, na japin superlativa, edhe ne vetë i dim meritat edhe vlerat e vetes son, dhe nuk po flas për këtë aspekt, po flas vetëm për sa i përket lojës Big Brotherit, pra lojës, me qënë se është quajtur lojë, po kësaj shtëpisë këtu brenda. Garës, Garës, narrativës këtu brenda. Pra, që nëse fiton Laerti, ka apo nuk ka meritokraci? Mendoj që mes të dyve shumë të qartë mes ne të dyve, jo. Mes ne si banor, mes ne të dyve si banor. Po mes ju të dyve, po. Po. Do të bëj një pyetje tjetër Eglit. Munda? Ja bëj? Po, patjetër që po. Dhe ma Bëja bëni të minutë. Jo, bëja se s'ka, nuk po i vim më rreth e rrotës. Bëja. Ato pyetje që keni, bëjni të 3, 4, 5, sa të keni. Bëja. Mund të bëj dhe Laerti pastaj. Po, në qoftë se jo, pse më zgjodhe atëherë për finale, se ti më zgjodhe për finale.
Absolutisht që të zgjodha për finale, po Po jo mbi veten. zgjodha edhe 3 persona Po mirë, jo mbi veten, këtë thua, po. Absolutisht, po. Që të kuptojmë, jo mbi veten. Po, nuk ishte emri jo mbi veten, po. si personazh i përfshirë. Absolutisht bazuar në potencial të kësaj shtëpie që shoh këtu, patjetër që ishte një ndër emrat. Dhe kam thënë është pak e vështirë kjo se ne kemi zgjidhur njëri tjetrin për finale dhe e kam thënë pikërisht për ato arsye sepse i listova ato që listova deri tani që nuk të jetë në asnjë moment poshtë. Këtë po them, është pak e vështirë për ballja sepse Unë ta kam thënë që natën e parë kur ka mbaruar Prime. Të dy kemi zgjedhur njëri tjetrin. Që nuk do doja të kisha qenë me ty në. Po. Egli, nga kjo shtëpi, ne kemi diskutuar disa herë, njerëzit marrin shumë gjëra. Po. Ti beson që do dalësh nga kjo shtëpi e mbushur nga dashuria dhe e mbushur me miq të mirë? Unë besoj që do dal nga kjo shtëpi e mbushur me veten time. Në rregull, Sa i përket dashurisë dhe miqve të mirë, unë gjaj kam në jetën time. Jo, pyeta për një shtëpi. Jo, i kam në jetën time, nëse do kishte ardhur dikush edhe brenda kësaj shtëpie, ishte i mirëpritur. Nuk ka ardhur, sërish unë vazhdoj të gëzoj ato njerëz mrekullueshëm që e kanë mbyllur ciklin e. Pyeta për shtëpi, Egli. Dashurinë dhe miqësinë. E morë përgjigjen? E mora. Faleminderit. Faleminderit, kaq kisha. Atëherë, Jo, si I kanë deti. Vazhdojmë pak me këto. Dil pastaj mbrapa gjesti. Po. Hajde Pastaj këtu dil i pari. Hajde prap këtu. ja po t'ja bëj edhe i pyetje. Kjo është për lajm. Po jo pra do të vi radha. Po folë vëlla, Po gjesti, gjesti nuk ka goj gjesti. Është radha jote. Flasi gjesti pastaj ti. Se të pritë mu. Prit, allëtuar. Po prit më, s'kemi ku ikim. Hungre më kërona, qa kena? Do një intro gjesti apo do një? Nuk jemi në një emision që baron. Atë gjithë bashkë këtu. Gjesti. Shkrepe o dhëndër. Unë kur të foli babe deke sistemin. Ti e shkreton fare. Ti e shkreton. Kur e hapti gojën ti. A do me po që e deke sistemin? Pyetjen mos na e di sistemin. Ja, a do me po që e deke sistemin? Që kur ta pyesin lajën, atë ka të bilbili. Si sani, asë ne unë s'keni bo. E mbyt. Përt një dorani. Hajde, na e trego. Lart Vasili. Atë ka të bilbili. Edhe pse? E një formatin lartë. E thaj, pra që se një. Ja. Jo, unë kam bërë Shpak. Shpak. Jo, nuk e kam parë. E një që tash formatin për momentin. Kur pyet ai një formatin, di që jam në televotim me Eglin dhe njëri nga ne dy shkon finale. Okej. A e din ku je hi? A e? A e din ku je hi? Ku je futur? Në pyll pas papë. A e din që ka kamera, bab? Po, Okej. Për shka luftuat në Big Brother? për çfarë luftohet? Për shka luftuat? Ty për të pësë, jo se Për ti ta atje fituar, për ta fituar. Për ta fituar. Qa Tre ka pyetje. Ka disa lufta, Ka sa i lufto për Po, me çmim. Veç pak, veç pak, une veç një e kom. Klikime. Veç Sa një i e natë kom. vjen kur ndërhyjnë ke njëri tjetri Veç kështu. një e kom une, se s'qen 4. Jo, janë 4. Veç një. Jo, krejt është e modhe, kjo komplet një e Po i bëm modhe. pyetje Pyetje me xheton. një. Po i bëm pyetje xheton. Okej, vazhdo. Po mirë se pyetjet Po, prit, shkurtra prit, janë, ka po dole. Lore të bëj sa doj. Ka dole. S'ka gjë, mos ka gjë, Po unë numëroni e pyetjet, din- një e din shumë mirë lart se- derisa të dalë, konferenca Prit, më shtypit valla. është derisa dalësh ke qëllimi që Qa do. keni me vëlla, dorën ju, dorova këtë rrësht, 7 veta këtë dorën. Se ke qëllu i funit e valla, si na faj. Edhe, e shkuni me. Ti e din lajert që e duruar je i gjashtë. këtu, ti e din që luftohet për dinamik, ti e din që luftohet për situata, për prime. Atëhere, ti mu edhe më ke thonë, kjo është lejtari menqër. Ku për ti këtë këto, për të risot thëmë unë ty ti e lejtari menqër, unë jam vetë lejtarë. Lart Vasili. Të tha parë s'kam pas strategji. Ki strategji. Kër e di formatin, e din dinamikat, e di ku je hinë, e shën që është përsilën, po më thu mu je lejtari menqër, ku pe din ti, që unë jem lejtari menqër, pa kont ti vetë lejtarë. Sepse unë jetoj në një shtëpi me ty, Jo, bo, Ta dha s'munesh, bo. shembullin para 2 dish ku tha Jo, Kalliri bo, i s'munesh, bo. e ba kokën Jo, jo, lart. se Kalliri i jo, blerë. veç pak, bo, mos u përzi. Kur thush se s'kam strategji, edhe ti ishe dinamikat, Ai këtu jeton. ishe dinamikat, ishe mësoj situatat, rrugës kush ta. pa jetë në prime, që po bëhet në prime, ti automatikisht ti ki strategji dhe ti e lojtar. Se dush me nxitë sa ma shumë situata, me bon, me jep, pse se pranën i që jeni të lujt o bab.
Pse mërë vlo? Qa kot Sepse keqe o non-stop në bo? prime e ti, dashur, dakor? Po qa kot keqe kur i dini krejt o bo? Le të Po shkoj pranoj, që dua të duar trokasin, dhe unë do të përgjigjem, po do më dëgjosh. Përgjigju saktë, Do më dëgjosh. Po mos më përgjigj në ato tuaj Jo, me do më me dëgjosh, pështjell. do më dëgjosh. Do dëgjosh përgjigje. Njeriu gjithmonë Është më thellë se kaq. në këto kaq vite sa kam mbi shtëpim, kam mësuar një gjë që njeriu gjithmonë gjykon duke u nisur nga vetja. Nga vetja? Po. Jo, pse nga vetja? Pse nga vetja? Kur për krejt është problemi. Agjitoni. Edhe këtë pedim çfarë bëhet, çfarë po zhvillohet këtu mbrana. E Edhe kupton për çka ç'po po të them? luftohet. A e kupton? Ti po thu që unë prisa prej veti. A e kupton ç'po të them? Po. Ti po thu Njeriu që niset prej veti njeriu. gjykon të tjerë. Edhe tash në këtë rast po të them që Duke jo. u nisur Gjykon të tjerë duke u nga nisur nga vetja mendësia e e tij. Nga mendësia është e vërtet, po tash Atëre, unë çfarë po them. mendësia jote. Përgjigjevisht Jo, unë çfarë po them. gjykoni. Le mu vëlla, se ti po thu që po do me çit me rrotlla që unë po mendoj që shtu je edhe ti. O bob. A je Big Brother bob? E din bob. Pse rano bob? E kuptoj rrugës Pra nuk më? unë e pranoj bob, luj. Den kiamet luj. Luj fort bile. Sa Pra në o bob. Kemi Se thuni o bob. Lun fort. Lun fort. Jo, kur strategji? Po pse bob jo strategji? Kur e din krejt o bob ku je hi, i shet dinamikat, e din që dush me luftu për dinamika, me dojnë prime, sa ma shumë je luftar më i fort. Sepse unë mërë nuk bab. kam, Amra bob, s'di që unë nuk Kjo kam, pyetje retorike, o gjes. unë nuk kam Përgjigje magnetike. vitet e tua, kam shumë çfarë të humbas në qoftë se tregoj një lajr tjetër, nga ajo që tregoj 35 vjet në karrierë. Lajert, Domethënë ke frikë nga vetja vetë. karrierën e lart. Përderisa Ti unë nuk i ke them çfarë Loredone si lojtare Po më lë të mëshme. përgjigjem. Bob, unë jam Po më vetë lë të lojtar. përgjigjem. Përderisa unë i them Loredones, Dëgjoj, je vllai lojtare madh- e vllai mëshme. madh ka thënë, Unë jam vetë lojtar edhe e di Bëni që shkon pyetjet loja. dhe lëni të tjerë të Shkurt shqepa përgjigjen. bob, mas rajber Tani, bob, i ki 51 vjetë për bob. antifushata që ti po bën për mua është e njëjta hipokrizi që bëre me antifushatën duke përkrahur Valbonën. Një vajzë të cilën ti këtu në shtëpi e ke trajtuar jashtëzakonisht Po keq. qysh mërë që Dhe ti tre ka që ditët e lexuar fundit, mërë ti s'ki për të dalë strategji. mirë në publik, Këtu budalla ka strategjinë ma ti. u bëre me Valbonën. Por nuk të ecë si antifushata. Po mos më Dhe kam dy zonë gjëra mu. janë. Unë po Ose t'pyes ty, publiku mërë yt, valla, le kur i mu. bëre thirrje nuk të dëgjoj, Le mërë mu, ose nuk valla. ke publik. Le Që nuk mu, ke publik, valla. nuk Vis e mos besoj rraj se sepse po e mbronë, shoh burr. në mesazhet që do Po si vinë është strategji që po ti si je ti ke parë ti ke komedi. Që se ju ma betë Dhe shumë mirë që ke komedi. Strategji është ajo, të bësh agresivi, Tani. ku ishe me Valbonën Tani. strategji. Që do të shpjegoj Ta një dy bash mirë me gjëra. të gjithë që mos Ti ke nominohesh në fillim menduar, ke fare, pyetur është mua strategji. apo të që s'është Po finale. bënë ta bona Me që ke pyet mua, do të dëgjosh mua. Ktheu këtë Të dëgjoj dëgjujem mua. bobi që Dhe po të them, Pajtohesh direkt me Gjibanin është strategji. Njeriu gjykon Mos gjithmonë mbajë fare nga qëndrime në mendësia shtëpi e tij. strategji e Duke gjitha. gjykuar nga mendësia Strategji e normal që e ke bërë. Ti erdhe këtu i programuar për të luajtur dhe nga një përvojë e cila vetëm 24 orë të ndërpret, dhe erdhe këtu me butona dhe me skema të gatshme. Unë kur kam hyrë në shtëpi, pra ti ishe një lojtar që kishe bërë 2 muaj stërvitje, Po Danja e bëm për vetë. unë isha një lojtar që hyra ditën e parë. Edhe Danja është shumë e Pas 2 vepruar. muajsh, Po jo me mos gënjej njerëzit. ti kishe bërë 4 O, muaj bobe, thjesht ke qatë pyte, ishe qatë para bona, meje. unë ke e shumë e thjesht, ke vishë Jo, jo, po është ti e më vërtet the prano që që luftoj po për re. dinamika, luftoj Jo, për jo, situata. pyetja jote Është shumë e s'ishte vërtet, pyetje. thuj edhe u kryo, ba. Pyetja jote Edhe u ishte, kry, pse bre, ba. s'pranon që po re? Ua, vlla, u kry, bre, vlla. Pyetja jote Thuj, nuk po, ishte luftoj për pyetje. situata, dinamika dhe Nëse nuk ke qau. kapacitetin të Po, kuptosh more burri se dhe, çfarë po, të po, përgjigjem, more burri. Ai po s'do kam të lufton për përshtypjen dinamika. që je thjesht një Shumë lojtar njeri, po, Ka përshtypjen që je lufto për thjesht një dinamika, lojtar ai lufto për dinamika, i cili ai lufto për dinamikë, i vlla. cili Po, lexon jo, o, le, mos situata, më jep nuk fejmë, ka po, po. shpinzuar. Një vajzë shumë të A artikuluar. lufto për dinamika me Që të dojnë ka pranë bërë ka zëmë, avokatin, po, nga jo, djenja po. që ka Për për drejsa ty, jo orde që të pikë të ke Dhe luftu ti, për dinamika situata ashtu sa si ke në mujt. formatin tjetër, Pa, leo je e la varur ato, ke një la vajzë, ato. O, dhe në leo, la video ato. kemi dëgjuar Pa, të le janë Kostina, për more akbane. burr. Nëse do të më pyesësh diçka, atëre më pyet. O, Nëse bab. do të më bësh një akuzë, duke më thënë, pse s'pranon që po rren, Nominoheshe. unë bab. do të pranoj për ty. Që Por s'ki nuk jam strategji mësuar me kështu. Ti që ka që meqëm, din që s'ka. S'ke për cilë Big Nuk di Brotherin gjithçka. kur, s'ki një ori për Jo Big asnjëherë, Brother jo, jo. Ti e din edhe Jo njerë që ka asnjëherë. zbulu Big Brotherin, Bob. Atëherë Që mund i të rajt, Bob. Që i të rajt, pyesësh Bob. njerëz që nuk janë. Që i të rajt, o burr. Dgjoj, qetësohu, nuk ka problem të Pse na po bësh show. rano, këtu. vllotun ky njeri Nuk më ka në burr. problem të bësh show.
Ose ti bëhe. Pse rreno? Ose po të bëj show për ta dridhë jo. Mos e rrejs kom strategji publiku se ki. Për drejtësoj, pse gënjen. Edhe je përgjigje me argumenta që nuk po gënjen. Ti nuk po më lë të dëgjoj. Tonë di për çka luftojmë, që të mëna për dinamika situata. Edhe ulesh aty, edhe me gjithspret, me nis la erti me Don Prime. Me gjithspret. Knoçesh. Kur s'del Prime, tini ton para nuja, si unë sikret. Pse? Se s'keni lujt, s'keni dinamika, del një jashtë. Mund të quesh. Ma mëra bo më sërrani publiku në bo, le këto s'mira bo. Publiku. Nuk do dal jashtë, ja dëshira jote e madhe për të më nxjerr jashtë. Se cële që s'keni dinamika, s'tu jini fillë, tini para nuja. Queni me zonë me bo dinamika, se duhet me bo për me nek mrena. Më zgjodhi për finale. Qikaq. Pra, mos kundërshto veten dhe qikaq. Këtu jemi. Qikaq? Do vazhdosh me pyetjen e Eglit. Profesor Besar Kelmeti. Barove, bukur, qeshëm. Betohem, ti duhet të bësh, ti duhet të japësh leksione për Big Brother kur të dalësh. Betohem për këtë. Ta leksionet do japi histori dashnie do japi. Do futesh. Se cili pret që tu del nga njëri yt te tjetri. Se cili pret. Çat minut që nuk dalin njëri pineve Prime, i him ton paranoja. Edhe thonë që diçka son rregull duhet me dhënë situatën. Duhet me shty situatën. Jo me ne, menja e krejtve këtu që keni bosë cili. Po më lëni këto fore më. Lëni më këto fore më. Qysh? E pse për gjithsot të tjerët. Nëse shko finale ti, do më thonë ti e shku finale veç. To ose lëre, më kupto. Jo bab ke bo, se ke lujt sa ke mujt bab. Le këto stila. I dakord Egris? Në qofse jo mos më kallzon ti. Në qofse unë shkoj në finale. Tjetra. Edhe duke më përqeshur ti në këtë mënyrë. Do shkoj. Unë e di shumë përshtypjen që unë do shkoj në finale, sepse ti më le vendin tënd në talk show. Duke thënë, fol ti dhe për mua se unë s'marr. Po jemi bidë 100% që jemi kjarë qafulli, jo bab, jemi kjarë qafulli, e di. Po pra pikërisht, kur ti më ke vlerësuar, madje ke zgjedh 1 nga 4 të jem në finale, qëndroj i përpikt asaj që ke thënë. Aske bo, po të pyta diçka, le finale, tjetra. A jeti shembull i mirë për shoqërinë? Shumë. E unë jam i keq. Do të përgjigjem për ty apo për mua? Ka dalë, ose kryva, unë jam i keq. Ti je i mirë. Ti pin alkohol, unë pi alkohol. Ti e te pran alkoholin, ose te pran alkoholin. Kur të më thush i shembull i keq, thuju. Dy tjerë nga shembull të këqij. Nuk dëmton shoqërinë se pin. Jo, viçnjoni bab. Jo, viçnjoni. Dyt. Pina dhe jem shembull të keq. Alkoholi s'është i mirë, jo shembull i keq. Si për shoqëri, si për krejt. Tashti, banaliteti mua ne spihim. Tashti. Spihim fare. Për detash dreshi hong. Vazhdo. Unë shembull i keq. Ti shembull i mirë. Kur një bob harroja. Harroja bob fa shembull i mirë ti. Ti i dishëm, po, i lexueshëm, po, më thu mu, s'ki shkollë, shka lexo, a i ka fol shqip. Kalëzëm, qysh një njeri meqëm edhe i dishëm, babja bën tjetërit, shka lexo. Mëse qa ti do? Jo, bab, dreshi hongë. E lo këtë par konferencë, këtë asho kjo. Jo, bab. Të përgjigjem apo do vazhdosh? Harroje këtë Do vazhdosh klounadën. Jo, s'ka shanca bo me ulti tjetër, ti peshet vetën ko? Po do ti ke Po ti ke thënë për finale, o shok, po ti ke thënë veç që jesh edhe mu po ma bën. E kupton si del sheshe që ju vetë me njëri tjetrin. Mua më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq që ti nxjerr veten keq. Kush je ti që ja ma të përgjigjem. Shko lexo. Okej, e bën pyetje lërë përgjigje të nga se le më përgjigje. Do të thotë bëj detyrat mëso. Narcisizmi yt. Ne këtu nuk ka emësh, mëso. Dëgjoj. Kemi shkollë. Ti si shembull i mirë. Në rregull, për ty. Jo për ty. Për krejt. Po dakor. Atëre. Ky format quhet Big Brother VIP. Ata shpedeshe. Në rregull? Ata shpedeka. Ky format quhet Big Brother Ta të VIP. përgjigjen më ti djalë se na çmendë e ke këtu e ke gjithë ditën në debate. Deka formati. Ne kemi ardhur të gjithë këtu. Ajo përziva Me atë çfarë? Jo, ai shmago e debat. Ajo përziva në anionit. Ajo përziva në anionit. Po s'ke që përziva. Po sa keni more ça keni që do rini ke tjetër. Po se të ti janë ndryve në gjërat tona. Nëra të nuk do riva fare. Asnjë s'do riva. Po Ose dëgjojmë çfarë po na duhet do riva. Do rritë që është
Po lem. Pyetjet. Se s'ka logjikë që jeni duke po tema i Lëre the përgjigje. Ja asistentja tjetër. Po nuk e dialog. Ja asistentja tjetër. Nuk e përgjigje. Po lem, nëse s'di me fol, lem. Po du me di. Lem. Mos ma lujt meç. O zotri, bëre pyetjet presë përgjigjen e zotis. Vot bëre dialog. Po lem. Nuk të lë të bësh dialog. Jo, drejta e fjalës. Jam një njeri që po presi gjithë tjerë. Përgjigjen e atyre që është në familjen. E drejta e fjalës. Gerta o Rozana, po leni se po flet, ndërkohë vetëm ju po flisni, as i qet. Jo, s'po flisim me janë dëpreuaj. E drejta e fjalës dhe e drejta e përgjigjes është mohuar vetëm në diktaturë. Atëherë, nuk po më lë të flas. Si kësojnë në të shikëm shku për masë shkoj. Ne të gjithë në këtë format, pa konë qashtu. Big Brother VIP, kemi ardhur me një përvojë që kemi aty jashtë, me një shembull që kemi dhënë jashtë dhe jemi zgjedhur për atë që jemi. Ti ke ardhur këtu si kantautor. Dje na u dha një sfidë që të shkruanim një tekst dhe ti nuk shkruajte asgjë. Pra, unë vë në dyshim që ti je kantautor. Si shvë në dyshim dhe shumë gjëra të tjera që ti thua këtu, që i bën siç ke thënë vetë, thjesht për lojë. Pra, loja jote përfundon me 3 të qeshura që kthehet në gallat. Dhe unë, kur të kam thënë, dhe më je drejtuar shpesher me mënyra të ndryshme, të kam thënë, shko lexo, ose po deshe ta sqaroj unë. Siç the, nga Laerti kam mësuar fjalë të reja. Nga Laerti kam mësuar diçka. Shko lexo, pra Laerti pas ka dhënë një shembull këtu me ty. Ashtu siç ishte shembulli sotëm, ku të ftova të luteshim bashkë. Dhe e bëm bashkë. Po shembull i mirë. Pra, ky është shembull i mirë. Po thu sa s'kom dhënë shembull. Ky është shembull i mirë, sepse ne dim të gjithë që ne mund të kemi Bajram dhe Pashk, por shqiptarinë e kemi bashkë. Ti e di këtë gjë, që është e fishtës. Dhe kjo vërtetoj lutjen tonë të përbashkët që bëm sot. Prandaj Laerti për shoqërinë është një shembull i mirë, sepse po do dhe për Shqipërinë, sepse kam sjell disa çmime për këtë vend. Kam bërë disa përkthime që do ngelen në një arkiv. Kam bërë disa gjëra vepra arti që do ngelen. Dhe ti dëgjove jo më larg se të shtunën në darkë, një aktore që është ikon e kombit shqiptar, që foli mirë për mua. Prandaj unë jam shembull i mirë. Në loj, duke më gjykuar, e di, në loj, po ai po më thoshte pak parë që ti ke dijeni. Ato i kam nga jashtu. Tani, kur në loj, ti më gjykon nga mendja jote. Në loj ti më gjykon nga mendja jote që përdor skema dhe mirë bën që i përdor. Po unë nuk di ti përdor këto skema. Ti mu ke kesh për breg, ke kesh të folën tem, e gjuhën tem. Gjuhën jo, në asnjë mënyrë. Gjuhën jo. Unë shqip foli. Mëso të flasësh, të kesh fjalor më të pasur. Unë foli çështë. Të kesh fjalor më të pasur dhe ti vetë ke thënë që kam mësuar fjalë nga ty. Breg mos më kthe, mos më ksi. Po patjetër. Tash ti. Asoj. Është zgjidhur në Prime. Është zgjidhur në Prime. Ani pra mos jetu tjetër kur brek. Është zgjidhur në Prime. Dhe nuk ja kam bër zonjës në fjalë, po është një veprim siç po e bën ti tani. Siç po e bën ti tani. Kuptove? Ja unë si peshti dorë. Unë nuk të kam çuar në Prime për atë gjë. Kuptove? Dhe ata dhe opinionistët e proftase gjën i tha. Pra e kape dhe e shfrytëzove. Kupton? Bërë njësoj me Gertën vetaj. Unë nuk di ti shfrytëzoj këto gjëra. Po që organi. Ç'të bëj? E ka bë më keq. Prandaj po them. Në rregull, ti je shembull i mirë, unë jam i keq, ç'është e lojmë. Tash ti. Jo. Veç që mos harrojë s'ka bën strategji. Që ti nuk je shembulli VIP i 2025-s. Strategjisë që kemi preç je çu e derisa ke flet me bërllëge me krejt tu këshë unë pastruesi këtu hit, një herë tu i përdor. Ashtu jam dhe në shtëpinë time unë. Se jetoj vetëm dhe i bëj vetë gjitha. Po. Sa ma shumë mesazhe, më ka edukuar një njeri i cili më ka mësuar të jem i kulturuar dhe me mirësjellje. Nëse ty nuk të pëlqen, nëse ti ke ardhur këtu thjesht për të na hedhur në erë dhe për të qeshur, më fal, po ti nuk ndryshon nga Gerta që zihesh dhe qesh. Egli, lutem. Përgjigj më saktë dhe mirë. Ti
që zjeshe me Xhibani dhe për 5 minuta pajtoheshe. Edhe jashtë e bën këtë? Po. Kur grushtosesh me një njeri, shko për 5 minuta. Kur grushtoshes, e bëj. Po pra, e bën, shko pajtohesh direkt. E bëj. Jo grushtoshe. E bëj. Po, dëgjoj më mirë. Po e bëj. Dhe ti e di nga intervista jote, po të thash kujtesën tënde se ndihmoj dot. Ishte rada e Gjesi, duke kuptoj pse futesh. Ti pajtohesh ashtu për 5 minuta. Këtë dekin pas dinamikë. Me atë që mund të grushtoshem jashtë, nuk jetoj në të njëjtën shtëpi 24 Gerta orë. këtë gjën, o vlla, mbaroj. Po ja mori fjalën Gjesti dhe Gjesti e përqafoi, kështu që Gjesti është në rregull, vazhdoi Gerta. Veç 5 prej me tratorës është ajo, leni këtë stila. Egri tako. A menon që... Po, lartë, për menin tam se meriton finalin. As ti? A di pse se meriton ti? A do më të kalëzu shtash Atere për momentin? pse më propozove për finalin? Jo, ndyshe me këto. A, këtu tek dyshja. Po, këtu s'ka nevoj të flasësh ti, se e me Eglin, djeta i mua bet. S'ka nevoj të flasësh. Veç me Valbone kene kërgjët. As të bësh antifushat. Do të shëshoj mua betet. Po s'të ka e antifushata, kështu që gabim bën. Sakt drejt. Do bëje mirë t'i rije larg. Njeri që ka lujt me ty, Më fal. njeri që ka lujt me ty, që ti e ke dasht, Nis edhe një herë nga fillimi. njeri që ka lujt me ty, Okej, këtu fillon. që ti e ke dasht, a menon që të lujt halo? Jo, nuk mendoj. E, po pse nuk risi Po pyetjet janë për Eglin apo dalësh ti mirë? Ta argumentoj. Jo, s'kene Jo, bërë që pyetje Pra, dhe kur është Eglin televotim, ti do dalësh ti mirë. E kupton egoizmin tënd. Po jo, në këtu del egoizmi yt, më fal që ndërhyj. Ti pyet Eglin si jamur. Ti egoizmi personifikuar. Një fëmijë i keq ti je. Me ka fjalën për mua, A mund të bëja përgjigjen time? Edhe pra jo. Zhvillosh, po është për atë. Jo. Është për atë, s'është për ty. Jo, se harrova Ma me që, a zhvilloj dhe ta argumentoj njeri që ka përgjigjen time? lujt me të në trunin e vet. Në trunin e vet. Në trunin e vet, Edhe në të trunin e mushkrit, krejtve po. këtu, që ka lujt me të. Qa është potencial njeri? Unë jam gjende mi kalzu, 3 loja që për shembull me Eglin i kom diskutu. Edhe në një sen tjetër më shef jo. Qartë, unë e thash edhe shparë të pyetja që më bëri Daniela, unë do bashkë të sqaroja pak këtë situatën përsa i përket marrëdhënies me Gjestin. Nuk e dija isha i qartë kur fola. Shumë i qartë. Faleminderit. Jo për atë, po normal. Që për të, patjetër duke e pranuar dhe vetë që është një lojtar që ka strategji dhe ka strategji të fortë në lojë dhe që gjërat i ka të menduara, Dhe skema. ka pritur nga një vajzë të cilën e ka parë, Unë e pranoj, ju se pranoj. Aman, olej, shiko, po këtë përgjigje unë M'fal Egli se... Po dalet përgjigjet është. Skemat. Hajde, lejto, se hajde, Egli vazhdo. Krejt, mana. Hajde, bol, Krejt e Gjesti. din ku jenë hieve lu. Hajde, bol, se s'ka njeri frik ty, pa hajde, Unë ullu. s'kom lujt. Hajde, o Egli, jam i të lutem, vazhdoja. ka marrë parasysh, po thoja që vajza që ka përballë, ka potencial, është e zgjuar, e tjerë dhe do e kuptonte çdo veprim që ai bënte për hir të lojës. Ktu ka qenë e gjithë polemika, sepse ai e ka pasur të qartë në fakt gjatë gjithë kohës që unë kam qenë e përfshirë emocionalisht me të. Dhe më ka ndikuar ana ime emocionale në çdo veprim që kam bërë brenda kësaj shtëpie derisa përfundoj aty ku përfundoj. Për sa i përket momentit tani, themi jo, për shkak se edhe nëse ai po presupozojmë që mund ta ketë apo ta kishte në trurin e vet, nuk lejoj më unë që të ndodhi diçka që mua të më bëj dëm tek në qenien time. Kjo është e gjitha, kështu që të paktën deri në këtë ditë që po flasim, po ndihem mirë dhe nuk kam asnjë lloj problematike as me shëndetin, as me emocionet, as me asgjë, përveç faktit që do doja të isha ndryshe me të dhe nuk mund të jem. Okej, tash pyes. A menon cili a Lajerti ka pas dinamika më të forta edhe më prekse këtu mrena? Nuk dua të flas për dinamika të forta dhe prekse. Që ma menon për juve dy që ka pas dinamika ma prekse, ma dyshysh ma mjë e publikut në Njësoj kam pas ato Ndjenja ke degeneru ti dhe ndjenja. Falsiteti jeni ju. Ndjenja keni qenë falsë, ka qenë falsë të Një qa moment të pyetjet e tua që ti a je pyetje llokum, do të që ajo të përgjigjet siç do ti.
Jo si çdo ajo. Po se na jena morë vesh edhe tash të përfolim. Po, kur si kuptojnë tani. Është pak e vështirë që të përgjigjem për veten time, duke folë po për veten time, se do të duket si mungesë modestie, po më duhet jem realiste me realitetin ku jetoj dhe mendoj që po, dinamikën e kam patur shumë herë më të fortë brenda kësaj shtëpie. Normal. Ashtu si më ka ardhur situata. Normal. Edhe unë besoj që ti Do jesh Trumpi. ke dhënë shumë ndjenja edhe emocione të forta jashtë. Unë e besoj, thellë në zemër. Pse? Se që është puna. Unë mendoj Laerti sepse nuk mund të flas për te kësaj se do drejt sikur Edhe unë besoj këtë që të ti, se ti i ke bo shumë keq kësaj. por për mua Ti gjojë finale. Ti gjojë Ti i finale. ke bo shumë keq kësaj. Unë e besoj, Edhe unë besoj këtë që po të të ti. si që ti e meriton Edhe më ti shumë të se shik, po do me i bë mirë se do të ngrish çik fansat e tu. Ma shumë se Laerti e meriton. kur njët. Edhe, pse? Nuk i Bolli di keq jetës. Laerti, po më shumë se ti e Se meriton. trunin tamën e di, çka të ndodhë këtu mërën. Qa ti bësh? Kështu që, po, e meriton dhe në kiamet. Nashta, për emocionet që ke dhonë, ndjenjat Po e e qa senet, dini ju ma që shumë zdim sone. nese na hëngët shpirti. Faleminderit. Ajo Qkash? thot meritokraci, Gerta thot na kanë punuar. e Ti thua unë e di përbashkëta qa po ndodh. Qa po ndodh të brënda që se dim ne. Unë kam thënë, ma kam punuar, që do me thënë me këtë danja? Për të gjykuar, se nuk Ti e atë ke kuptoj. thënë që... Se për merita, do s'kena të bo më pyetja, analoj, më falë, po, o, zemë gjestë lutem, ma kam më meritokraci, punë po, pyetja jo, e jo, parë. del brenda jove. O, të lutem o jo, dhe të flasim dhe ne që jemi këtu për Po vetë zemra ime ti po dyshon diku. Në qoftë se Ne kuptojmë shumë mirë, unë e di se çfarë të në qoftë se keni mbaruar me pyetje, s'keni mbaruar, jo sepse tani është bërë kaos. Kujt i përgjigje tani? Kujt i përgjigje? Një akuzë që u hodh. Pyetja e parë që na u drejtua ishte me termin merit. Pse meriton dhe pse meriton? Meritokraci ka të bëjë me meritën. Kështu që për këtë po flas. Po pati, Meritokracia, meritokracia, rrjedhimisht, Se lutem Egli, se nuk i hajnë këto gjëra. Sepse të meritokracia, rrjedhimisht nuk kuptohet në Dhe ti je vlerësim. bindur se bara, ka një barazi këtu. Ju Ata që do të vlerësoni në rreshtë çfarëdo që ju doni. lutem. Ju lutem Të përgjegjësi lutem. për çfarë nxjerr nga Atëherë. gruaja. Se ku do me dalë di shumë mirë. Të sjarojmë. O, ju lutem na lini ta mbaroj një fjali, se jemi Dhe nuk se po që do ndalësh ti e di shumë mirë se po të ndalësh. E kuptoj atë gjë. Publiku dhe unë për këtë po flas. Thua meritokraci. Nëse do ketë meritokraci, Pyetja është ku e di ti se si voton publiku dhe me Syrisaj është si publikut. Syrisaj Sepse është Po meritokracia. më lërë të flasë, nuk do flasë më dhe bëni që doni. Fol. Them meritokraci bazuar në të gjithë argumentat që dhash deri tani për atë çfarë unë kam thënë këtu brenda. A mirë, edhe Laerti duhet ketë meritokraci. A mund Laerti flet për të vetën, unë nuk do flas për të tjerë. Meritokracia, Foli për të vetën. meritokracia, Laerti fjalin e vet për pyetjen e parë thatë vetën, unë po them timen. Ti po thua që jo, meritokracia, të lutem që ta kuptosh, Egli, meritokracia rrjedhimisht nuk kupton vlerësimin. Po. Dakor? Pra është, nëse jam gabim, vendimi final. Aty ti shikon meritokracinë. Jo ndërkohë. Tjetër gjë që ti e ulë ret dhe unë prandaj po të them. Jo, nuk po ulë ras asgjë. Unë po them përgjigjet e mia bazuar në pyetjet tuaja ashtu siç dua unë t'i them dhe mbaj përgjegjësi plot për to. Ishte në bazë të asaj që u përgjigje ti. Që ka nëse do të ketë meritokraci. Sepse në jetë kështu e eci me këtë parim. Kupton se kush është Në finalisti. jetë. Po, gara është pjesë e jetës. Kjo është, domethënë meritokracia këtu në këtë lojë ka lidhje me votat e publikut. Patjetër. Edhe votat e publikut janë prapë pjesë e jetës dhe Pra është vendimi final. Meritokracia është vendimi final. Bëjnë thirrje, ajo atë thirrje po bën. Ja një sekond. Publikut që tjetë Një sekond, që ta sqarojmë pak. ketë meritokraci. Ta sqarojmë pak. Ti vetëm më bën freska të Që ta sqarojmë pak të gjë. Nuk dua ta kem qartë se çfarë do të Vendimi publikut ashtu duhet të jetë. Meritokraci sepse Thjesht është Rozana shumë emocione, thjesht po situata, pavarësisht se ajo është ajo si jam reale, jo më atë. Ne do të bëjmë me gjithë shëndshin e mundshme dhe pa këtë po pak a shumë Unë kam një pyetje. atë është shumë të ngjashëm sepse ky ka pas situatën e Valbonës. Ta sqarojmë pak këtë për sa i përket meritokracisë duke marrë shkas nga ajo që tha Daniela. Kur shkohet, pra ne këtu presim votat. Është si në zgjedhje. Pra, bëhen zgjedhje, janë dy kandidatë. Tani më falë, një sekund. Meritokracia ka të bëj me një administrat e cila emëron dikë në vend të dikuj tjetër. Dhe thua, kjo administrat nuk funksionon me meritokraci.
sepse... Po thuet edhe që funksionon me meritokracia. Po pikërisht, por administrata, ka të bëj me një, një sekund të mbaroj, ka të bëj, më dëgjoni pak, ka të bëj me një institucion, ka të bëj me një institucion, ka të bëj me institucionin, i cili të jep një post, apo nuk të jep në bazë të meritave. Votat ka të bëj me votbesimin, votat kanë të bëjnë me atë që pëlqen publiku apo nuk pëlqen. Në regull, pra, në qovë se këtu akuzojmë që nuk ka meritokraci, atëre ka të bëjmë me institucionin, i bie që vëm në dyshim autoritetin e vllajit të madh. Sepse publiku është vox populi, vox dei. Pra, është zëri popullit, zëri Zotit. Nuk ka, është fuqi hyjnore, prandaj quhet vendimi sovranit. Meritokracia përdoret për një emërim që bëhet nga një institucion. Dhe këtu një institucion ka vllai i madh. Ne nuk e dyshojmë autoritetin dhe meritokracinë e vllajit të madh. Ç'po po them? Që përzihen vllajin e madh. Jo, nuk e përzijej. Fjalën meritokracie kam përdorur në jetën time edhe pa pasur të bëj punë me vllajin e madh. Po nuk përdoret në vot. Fjala meritokraci me publikun ka të bëj me votën. Meritokracia ka me një emërim në një vend pune. Dhe thua nuk e meritonte ai, por ai tjetri, patjetër. Po kujdes kur thua përzihen vllajin e madh. Jo. Po pra sepse përzive ti usona për vllajin e madh maksimumi. Ka të bëj me një institucion. Atëherë, unë kur përdor fjalën meritokraci nuk e referoj një institucioni. Atëherë përdor gabim. Atëherë më lër ta përdor unë gabim. Meritokracia përdoret në një unë meritokraci e kam përdorur në një gajë të pasur tendencën ti referoj nëse voton juria, thua kjo juri nuk zgjodhet me meritokraci. Nëse voton publiku. Për sa i përket meritokracisë nuk flas për votat, po flas vetëm për garën në Big Brother, për atë çfarë kemi dhënë secili nga ne të dy këtu. Dhe nëse do të referoheshim te kjo gjëja, po dal në një konkluzion shumë të thjeshtë. Unë këtu kam mohuar veten time. Po, të kam thënë, je vetë flijuar. Po, ta kam thënë unë, je vetë flijuar. Ndërkohë që ti, për arsyet e tua, të cilat politikët i kam mirëkuptuar, ke nxjerrë personin që i ke thënë të duan në një nominim kombëtar. Me veten. Po, dhe ti ke ardhur këtu duke i thënë, nuk dua, s'ka më punë me ty, dhe ri vetëm me atë. Sepse ke ndjenja. Pra, kur ti mirëkuptuar, unë të Të merë virajnë gjithë ka, baba. Nuk na ka gjenë. Nga dita zero, jo vetëm ty, nga dita zero, deri në ditën 28, bëj për pak, fjallën meritokraci në jetën time, e kam përdor dhe do vazhdoj ta përdor, edhe këtu brënda dhe jashtë ti vëndi, dhe jo detyrimisht duke ju referuar një institucione. Kështu që këtë, ta qaroj këtu njëherë mirë, që kur flas për meritokraci ka të bëj me narrativën e se cilit prej nesh në mënyrë reciproke, këtu brënda në Big Brother se çfarë kemi dhënë. Për vota nuk përdoret fjala meritokraci. Qartë, atëre të rishe, po nuk jam referuar votave. Atë po them, për votat. Rregull, kaq meritokraci për sakrificën në lojë. Okej, dakor. Faleminderit. Lori, ke pyetje? Ti ke sakrifikuar për dashuri, nuk ke sakrifikuar për lojën. Qa dashnije, mor? Qa dashnije? Unë vetëm diçka kisha... Nëjse, do të thosha që meritokracia nuk është pikpamje. Nuk mund ta bërë diçka absolute kur është thjesht një pikpamje jotja. Nëjse, do përfundoj pyetjen. Jo, mirë, vetëm doja të thosha këtë fjalin. Unë mbaj përgjegjësi vetëm nga goja ime. Mirë, në rregull, e lëm. Tani, duke u kthyer Saja, përse mendon ti Egli që je shembull? Se zakonisht në finale, për pos zirë dhe që kemi bërë ne, që ne kemi quar në finale, në dhe do rajon, kemi nominuar disa njerëz, që kanë arritur me... Kemi thënë emrat të lojtarëve që kanë bërë një lojë agresive. Pastaj ti ishe më shumë të ka jo pjesa historisë. Po, të kthej përgjigje? Atëherë pse jam shembull? E para njerë, unë nuk i referohem as kujt duke i thënë merr shembullin tim në jetë. Nuk i referohem as kujt duke i thënë bëu sa unë, bëu sa gjysma ime. Megjithatë, nëse do flasim se për çfarë unë disa njerëz mund të më cilësojnë si të tillë, janë
praktikisht për të mos u përsëritur për arsyet që thash, që në fillim se si kanë vepruar këtu brenda, për faktin që kam ditur të superoj veten time në një periudhë depresive të errët dhe kam ditur të ngrihem prapë në këmbë, për faktin që jam shumë protektive ndaj njerëzve që dua dhe ndonjëherë dëmtoj shumë veten time, por nuk dëmtoj të tjerët. Për faktin që jam rritur me sakrifica, edhe e kam kokën lartë për këtë që përfaqësoj sot. Për faktin që gëzoj një formim, le të themi, profesional, artistik, në cilin kam investuar me sakrificë, shumë pak mund të ma ketë mundësuar familje. Atë kemi bërë gjithë. Po flasë për vetën, o Gerta. Nuk mund të flasë për se cilin për ju, shme pyeti mua, për referojnë vetës time. Për faktin që kam ditur të mbroj vetën time me argumenta, edhe aty ku ndoshta argumentat ishen të panëzjershme, të padalshme, kam ditur të mbroj vetën time. Për faktin që nuk kam shkuar asë njerë të sulmoj dikë, kur zjohem në mëgjes, pa pasur unë njerë sulm për balë, pra vetëm kam përmbrojtje. Do të numroja edhe shumë tjera, po... Egli, e ti që e një në mëngjes ke thënë që kam gjithë shpinë kundra. Sepse vërtet ka pasur tendencë të tjera. Ndoshta, të lutam, ja një sekundë. Ndoshta. Ti e ke thënë gjithmonë të në shumë raste më janë thënë fjalët, mbase për të më tërhequr nga ajo që po bëja. Po, në presion, në amplifikim dhe në gjithë atë emocionin që unë përjetoja, ndoshta nuk ka qenë ajo forma e duhur që kam pas nevojë, ato ofendime që kam pas nevojë të dëgjoj në ato momente, që të më shkundin. Pasi kam pas nevojë për një formë tjetër. Kjo është e gjitha. Egli, në njerë, në silin të tua, duke sikur ti fshi... Se unë të qoj një vajzë edhe zdo të më këtë një vajzë të për inteligente. Nderit. Edhe në njerë, shkoj të tendencën tënde të fshiesh mas gishtit e... Ma argumenton. Ja, dhe maroj. Të fshish mas gishtit e po unë falë, po unë jam e mirë dhe vazhdoj e ha dhe kur e shikoj që... është natyrën time, po. Po më bën keq. Po. Nuk e di, po kjo i gjë më duket goxha... Më lë goxha për të ndryshuar. Ti kur e shikon që në person, edhe shikoj edhe një farë tendencë të vazhdosh të rrish, më shumë për interes se sa... është drejta jote. është këndvështrimi jotë, së të ndryshoj do të, sa do që mund të të argumentoj jam gjithë. Interes që këtë botë, sot. Si të baba, si të nëman, vishë vërës fa interesi. Po nuk përgjigjesh ti, Gjesti, po i merë kohën, Gjesti. Interesi është... O, Gjesti, po i bës dëm. Do më thënë, unë duhet të të lësë, se mua më intereson ti bës dëm. Po unë duhet të bëj fair play, po i bës dëm, lëre. Atëre mos më shqit parime. Mos fal pali dhe vëlla. Atëre mos më shqit parime. Si s'kiti interes? S'kiti interes? Nuk është puna. Interesi bëhet çfarë është interesi. Jo. Të shkel vetën e pastaj të fshem me gisht në ngjerë të propagandistit. Sa i vështirë ka qenë për mua ky big. Për sa i përket me që dolëm të kjo interesit, për sa i përket interesit, mos e bëja të buzësh në këtë. No, okay. Për sa i përket interesit, vetë familja ndërtohet mbi bazën e interesit kuptimin jo të keq të fjalës, po të mirë të fjalës, nga nevoja për të riprodhuar, është cikli jetës, vetë të... Së vërtet Jo, s'është kështu, nuk ndërtohet familja nga nevoja për të... Tani fshim vazhdojmë Pra, cikli jetës është ndërtohet në bazë interesit për të riprodhuar. Të lutem, Rozana. Po çfarë thua? Një sekond. Po flas për duhet. Pra, interesi, prandaj thash interesi në aspektin e mirë të fjalës. Me shkallën interes, po në duhet. Pra, që të vazhdoj cikli jetës, gjithmonë ty të duhet një partner. Domosdoshmëri. Domosdoshmërisht. Pa po e marrim në këtë doja të thoja. Jo interes, që kam interes të ti për të më dhënë këtë gjën. Vetë cikli jetës, nuk i referojmë çiftit. Nuk i referojmë një rasti, një fatkeqësie, një mirësie. Vetë cikli jetës është ndërtuar në bazën e duhet për domosdoshmëri. Kështu që çdo marrëdhënie e ka një domosdoshmëri. Qoftë ajo me familjen, qoftë ajo me partnerin, qoftë ajo me pronarin, qoftë ajo me mësuesin etj. Edhe qoftë ajo me veten në fund ditës. Po, pikërisht kjo me veten do ndalesha. Sidomos kur ti ke goxha kritikuar Gertën atë talk show për të mbajtur tezën e për të arritur qëllimin duhet... Qëllimi justifikon mjetin apo mjetin? Kjo është tema. Ti mendon se në shumë pikat, në shumë pjesë të lojës tënde, qëllimi jot ka justifikuar
Ndimo? Mjeti. Mjetin? Nuk kam pasur një qëllim specifik në këtë lojë, që të mundej mjeti ta justifikante. Qëllimi im ka qenë që ai djalit mos dëmtohet, paktën nga ana ime asnjëherë. Sa e arrite duke dëmtuar ti veten, u vetë flijove ti për atë djalë? Jo, kjo se arriti qëllimin e pat, kjo pas rikthimit me dëmtu këtë djalin, besoj që e kam... Jo, nuk është shtyje për ta dëmtuar. E kam treguar mjaftueshëm kur i thoja të lutem mos më ngacmo se nuk dua që të kem asnjë debat me ty këtu. Nuk është shtyje për ta dëmtuar. Kështu që nuk i kthehem më pas disa gjërave që janë transmetuar edhe nga 3 herë këtu në për Prime dhe i keni dëgjuar gjithë argumentat dhe ju intereson vetëm për lojën tuaj që të vini dhe të ktheni edhe një herë Mund të themi të pavërtetë. Dilni jashtë, i hapni ju kam qenë ajo që i kam I ka dhënjur koherente, Egli i ka dhënjur koherente, më fal flas për ty, asaj që ka thënë, unë do duar trokas lojën tënde, po dhe cit. Po jo për ta dëmtuar. Unë kur kam ardhur këtu është parë që nuk kam duar trokitur kur kam ardhur në shtëpi. Jo, i ka qëndruar koherente, them, asaj që ka thënë. Asaj që i kam qëndruar koherente, ka qenë vetëm fakti që vazhdojnë dia akoma për të djalin. Ta kam thënë unë atë? Kam thënë, kjo është ajo çfarë kam qëndruar koherente. Unë ta kam kënduar atë madje. Dhe unë si brenda kësaj shtëpie, si jashtë kësaj shtëpie, për njerëz që i kam patur apo që vazhdoj i kam rastin konkret në zemër, nuk jam vajzë hakmarrë. Si objektive, sigurisht që mund të jesh objektive ndaj ti. Je subjektive. Ama ato që më është dashur t'ja them, ja kam thënë ai i di shumë mirë. Atë gjë ai e ka quajtur sulm. Ai nuk ka qenë sulm. Nuk e ke sulmuar. Të mos sulmosh do të thotë edhe të mbrosh dikë, domethënë ta ruash ose ta pranosh. Ajo që ka ndodhur mendoj që ka qenë mbrojtje që është perceptuar si sulm. Kam një pyetje për të. Po ndërlidhem pak me përgjigjet që ti dhe, varësisht të pyetjeve që të bën. Një moment caktuar ti the që më janë servirur situata, do të thotë nga xhesti. Jo servirur. Jo, e the, më janë servirur. Jo servirur. Tash situata që më kanë ardhur përballë. Po servirur. Servirur po 100% si term. Se servirur do të thotë që mi ka prezantuar vetë ai hajde ta bëjë fjalë që duket më zonë përballë. Kesh interpretuar. Po të kanë ardhur përballë, një pjatë që vjen përballë servire. Jo, situata që më kanë ardhur përballë, të ndodhura në këtë shtëpi ku unë kam qenë përfshirë në to. Situatat ku je gjendur. Ta themi kështu? Mbas është më mirë për ty? Më mirë është kështu. Këto kanë shkaktuar dinamikën më të madhe në shtëpi. The ti. Praktikisht. Po. Them vetëm bazuar në çfarë është diskutuar dinamikën më të madhe në shtëpi, në një përgjigje tjetër ti the që shtëpia më ka sulmuar. Sepse unë nuk jam një natyrë që sulmoj, pra ti je një natyrë që mbrohesh, ashtu jam dhe unë, në fakt. Tani, mos ka qenë kjo, si thua, nënzë strategjia jote, s'ka problem, unë kam këtë dinamikën, kush dojë të vit, më sulmoj, letë më sulmoj, unë do mbrohem, se unë di si të mbrohem, unë dashuroj këtë djalin, halli madhë se qëfar apo si perceptohet. Jo, halë të madhë, e di unë se si e kam pas brenda kokës time, thjesht kjo është sakrifica që pavarësisht se e dija shumë mirë në kokën time që mund të isha duke shkaktuar diçka të madhe ndaj vetes time, fakti që ati djali më kishte besuar, i kisha besuar dhe kisha ndërtuar një gjë tjetër në kokën time, nuk zgjodha në asnjë moment që ta dëmtoja. A ka qenë fat për ty fakti, pra në gjithë të rrugtim? Ka qenë fat në një farë mënyrë fakti që gjesti erdhi dhe solli dinamikën më të madhe në shtëpi siç e shquan ti? Jo, fat nuk do ta quaja. Unë e kam thënë që nëse shkela atë parimin tim kryesor këtu brenda për të mos krijuar një marrëdhënie gjatë Big Brother, do doja që të paktën, e kam thënë gjithmonë që në fillim, nëse vjen nga zemra, bujro më është e mirë se ardhur. Thjesht unë nuk jam e hapur që të hidhem vetë ndaj dikujt ose të pranoj të bëj një deal këtu brenda, të kuptoj që po ndodh një situatë romantike dhe t'i rrit ta mbaj të varur atë gjën vetëm sepse e di që kjo ngjall dinamik në lojë. Prandaj kam ndërprer gjëra që s'më pëlqejnë dhe kur s'më pëlqen, s'më pëlqen. Pik, nuk shtirem dot. Për sa i përket rastit të gjestit, që vërtet ndjeva që kisha një pëlqim, që pastaj u rrit pak në ndjenjë, nuk ishte më thjesht një tërheqje fizike, do ishte fat nëse do kishte rezultuar si një dashuri me sukses. E kuptoj, po fat në rrugtimin tënd, se do thotë ti diçka e nxjerr, e zëm, do kapësh finalen. Të ka ndihmuar që ti të kesh një, kur them dinamikën më të madhe, ti e the, dinamikën më të madhe në shtëpi. Nuk e di se si e quan ti. Ky është një fakt
Nuk është fat. Ti nuk e sheh si fat. A e ke parë jashtë? Kështu që nuk e... Të lutem, po jo me unë shof këtu, jetoj këtu, e shof me çamerën ju nga mëngjesi deri në darkë, dhe e shof që sa herë keni një debat me atë djalin gjithmonë Çamerën me ne. Jo më lanë me juja me falsitetin. Me falsitetin, me vërtetësinë, me... Po kjo nuk ka vlerësuar. Everything, po merreni, me rëndësishëm të bën mirë në gjitha aspektet. Një fakt që po kështu është. Kjo historia e ka ndikuar në... E thash me gojën time pak më parë. Nuk mundem tash, do isha hipokrite, po të jetë mundem. Larda, a je ti mendon që je në avantazh? Pra e fiton ti finalistin e dytë? Unë mendoj, unë nuk e di që do votoj publiku, Jo, asë nëse dim, po, si e ndjen ti, si e beson ti? Jo, ti jetë me siguri që parë. Nuk e di, them. Vetëm për këtë të ndërhyva një moment. Prit, se nuk kam baruar. Unë nuk e di se çdo votoj. Unë nuk e di se çdo votoj publiku. Thash, meritoj se e mendoj. Nuk thash... Nuk the pikërisht të, se nuk do kisha reaguar nëse do kisha thënë këtë. Rregullo mikrofonin. Po të shkau pak më ndryshe. Më shkau. Në përgjithësi nuk më shket, po... Tani njerëz jemi, gabime bëjmë. Okej, dakor. Atëherë më lër të gaboj se mirë është për ty. Moj me të une, këtë lujtë mas me. Po, dakor. Dakor, jo, s'po marrë gjë, thjesht të përgjigjem. Lujtë mas me, veç të une kime dështu, kime nëzën. Musa ma shumë të qëtosh, ma shumë shtonë vetë besimin. Në qofë se nuk e dish do votoj. Pyetjet e fundit. O kam dhamë shpina, bro vlavi ma. Besoj të jemi në finale, sepse fiksvari nuk kam avantazhi. Qofë dhe të dalësh jashtë dhe të kesh ato 8 ditë pushim dhe të kthesh ditën e 9. Si s'kanë qenë ditë pushimi në të vërtetë. Pushim nga shtëpia. Pushim nga shtëpia. Unë për atë daljen tënde të kam paralemëruar një muaj para, duke të thënë që duke edhe publikisht kam marrë vend tek strategjia dhe thashë bëj pra djalin për ty. Ndaj ti e di. Kam parë ndo njerëzit e mërzitur. E ku e di ti që është strategji pa konvet strategji? Kur ke dal ti, me që do, kur ke dal ti ka të bëj një duar trokitje për lojën e Eglit. Por, ti je kthyer të martën në 12 mars. Ti je kthyer të martën në 12 mars. Dhe të martën në datën 8 prill ti mbush pikërisht 4 javë, 28 ditë. Po, e di e kam bërë dhe jo, dakord, dhe unë mendoj që 28 ditë do i mjaftoni një njeriu të sqaroj situatën, a jemi shok, a jemi lojtar që i mbajmë lojën njëri tjetrit, a jemi thjesht bashk banues në këtë shtëpi. A jeti lajert pjesë e bisedave që ne bëjmë së bashkë? Jo, edhe njerë. Më lërë të mbaroj. A juve të një mjaftuar e juve? Nuk jam fare, ju bizetoni më vete, deri në mëngjes. Ky është problemi, që tu duhet të raportosh gjatë kohë se çfarë bisedon kur jam me veten, se ju thjesht shikoni duke kaluar kohë. Po flas për veten. Edhe një regli po flas për veten. Jo, ne shohim çaluani, se ato që keni ju nuk po luajnë asgjë. 28 ditë. Ne shohim çaluani, jo na shofoni. Ta shojnë lojën, po ta shojnë loja. 28 ditë. Kush loja? Loja nuk është. Kush loja? Dominote juja janë. Me që foli gjesti për Prime, tani më falë, kush përgjigjet? Me që gjesti tha që ti Laert, a e di ku ke hi, a e di ku je, a e di qka është? Atere, me që unë e di qka është, e di ku kam hi, po të them, ju keni bërë loj për Prime. E ti? Në këto 28 ditë... Ti për shka ke bo? Për shka ke bo ti? Unë e kam bërë... Ku di ti që është loj për maspori, kur vetë s'limu? Unë, po të them... Ku di ti që është loj për maspori, dërish me ne tja për qa? Unë të pash ty dhe nuk do që a shëmbullin të. Në këtë Big Brother është dënë mbi 8 Prime me marrëdhënia jote me Rozanën që si ka interesu ndonjëherë në të vërtet Askujt. E diti i ke par nga jashtë. Atëre akuzo formatin që s'ka meritokraci. Jo, për mua. Akuzosh formatin që nuk ka meritokraci. Për mua
pas Pra, kur thua nuk intereson formatin, askujt. po fleti zotëri nderuar, Jo, thua nuk intereson askujt. Përderisa është trajtuar, nuk ka interesuar. Marrëdhënia ju të dyve kur është transmetuar, sepse Po unë për shembull sa po u pyeta për këtë marrëdhënie pikërisht. Jo, s'ka, përgjigje mu këtu. Ja mu këtu. Unë personalisht si banore dhe po jam e sigurt që dhe shumica por për 28 ditë nuk ishte mjaftuar. Ju po bani marrëdhënien tuaj, po të riqe mos e këput, thjesht edhe 10 ditë të tjera që është finalja. Këtë po të paralelizoj, këtë gjë, e oj ke bërë, këtë po them, ma le meritokracinë dhe formatin se ngele duke i rënë formatin. Jo, nuk i bje fare. Unë po them, marrëdhënia ju të dyve të riqe mos e këput, duke bërë një polemik në shtëpi, duke dhënë dy versionet të kundërta gjatë gjithë kohës, të cilën ja pranoni njëri tjetrin, është marrëdhënia më e shtirur e lojës që ka ndodhur ndonjëherë në këtë shtëpi, e para përgatitur para se të hyni këtu. Që nga strategjia, që nga patjetër e imja dhe mbroj, që nga strategjia pastaj ti thua nuk intereson njeriu. Se je kaq pasionante kur e sqaron. Sepse e keni çuar ju të dy deri në këtë pikë që interesoj njerëzve. Jo të intereson ty. Nuk intereson njeriu. Rozana nuk ka filluar të ri tani. Që të trajtohet në Nuk kam përprajme. dëgjuar fare me Rozanën. Pyetjet e radio, ja bëre pyetje prapë, po ne na duhet Që në prajmin e parë, o Joze, që në prajmin e parë, kur ta dy zotrinj kanë hyrë në këtë shtëpi dhe njëri më ka spostuar mua për të ulur i pari në kënd dhe tjetri ka spostuar Olsin për të ulur i pari në kënd. Që këta të dytë ishin në dy polet e kundërta. Nuk jemi për të lejnë. Jemi shumë inteligjent madje dhe keni rënë në një shtëpi me potencial inteligjent. Përse Rozana në fillim fare unë vendin tim e kam ndruar, po mos flisni, mos u bivendosti, në mënyrë që juve të krijoni një debat të stisur. Ej, nuk jemi në prajm, dhe është Neda në prajm, nuk je ti. Opinioniste. Më ngjelet, po. Po pse të mos më ngjelet? Më ngjelet, po. Ska gjë le ta ullë, të mua të gaboj. Unë vëndi në për divane e kam ndruar gjitha dej. Tani ti më thua mua. Jo, e ke gabim. Ashtu kam takuar njerëzit. Prajmin e pe. Rozana nuk ka ardhë në fund. Kjo nuk është rastësia. Dhe folëm bashkë që rastësia nuk ekziston. Nuk po them që keni hyrë të dy një kosi, por dy keni bërë të njëjtin veprim për hyrë. Më thau nuk te dhe ula aty. Dhe kam druar jam ullura. Po pse të bi mua? Në po të përgjigje. Ju kam të qojë kuleni në këtë vëndet. Kushtë në i ka të Nuk e di. Po amen kam të drejtë time të amencoj kam gjithë deri në darkë. Njerës janë njojë shumë informate. Sa herë kam druar unë divan? Si Rozana për shumë, që është studiuse e këti formate. Mirë, sa herë kam druar vëndin unë në shtëpi? Nuk po flasë se qëfar ke Po mirë, më sa herë kam druar. Po them. Se si përgjigje shpjetje. Sa herë kam druar. Definitivisht përgjigju pyetjes. Sa herë kam druar vënd. Përgjigju pyetjes. Sa herë kam druar vënd. Nuk po flasë farë për tas mi Po më përgjigj, më po të pyes. Nuk e di, nuk ti kam matë lartë. Nuk ti kam numëruar. Pra ti mban mend vetëm prajmin e parë. Po flas për atë. Nuk mban mend që jam ulë në krah. Se Rozana s'ka lëvizur, sepse Rozana nuk ka lëvizur më që atë. Se flet mbi mua eglisërish. Sepse nuk më intereson sa herë ke ndruar vendin. Sepse ndryshoi strategjia. Sepse strategjia juaj ndryshoi rrugën. Po më përgjigje. Ty sa herë ke ndruar. Po po përgjigjem disponë të argumentoj. Dinamik të madhe me provinë dhe neve krijuan prapë, po edhe neve nuk na interesoi më kam qëndruar atje krah me balbonën. Kam qëndruar aty kur gjesti dhe kam qëndruar këtu në cep. Kam pas të stisura. Tjetër gjë, në rast se këta të dy do kishin pas sherët ndaj dhe do thoshim keni çu njëri tjetrin ju. Ato e kanë gjithkohës kanë ndihmu njëri tjetrin, më çfarë thua? Gjithkohës kanë ndihmu njëri tjetrin në lojë. Ajo ka bërë sikur i kanë nxjerrë informacione nga jashtë, informacione që nuk i punë kërkujt. Fare, asnjë lloj informacioni nuk hyn të punë këtu, as nuk e cënonte atë. Po thjesht për të krijuar një tullumbac, një marrëdhënie të stisur. Nuk ishte që të krijonin atë përplasjen të dy. Dhe e bërën të stisur, të duan. Ai nxorri den si kujdestar që ku ti interesoj ajo? Biseda e them neve. Po është stisur pra. Sa herë kemi ashtu. Po, dhe kjo do të thotë, sa herë kemi dhe kjo do të
thot që marrëdhënia si me marrë me to. Sepse jo ja marrun me këtë. Pikërisht unë ja marr dhe ja kam thënë sepse është e stisur, ishte e stisur e gjithja. Kjo është strategji pra, do bëjmë sikur në fillim fare nuk do njemi. Baruan, se edhe unë s'kam nervat të bëjmë pyetje gënjeshtrave që do nxjerrja nga goja. Vetëm gënjen gjithkohës. Vaj madh, mbaroj. Sholla fiton Egli. Baruan. Po mos I merr vendimet vetë. Në ka du bukë, deka për bukë. Gjell. Është ajo me patate që ka bërë Rozana. Nëse ka një Si mo sa guapa pjata tjetër. ka.